NASA deklaron zyrtarisht se misioni Apollo 20 nuk ka ekzistuar kurrë. Ky është qëndrimi i pandryshueshëm i agjencisë hapësinore më të fuqishme në histori. Por çfarë ndodh kur koordinatat e sakta gjeografike, të dhëna nga një burr i vetëm që pretendonte se kishte qenë pjesë e misionit, përputhen pik për pik me fotografitë e kaptura nga sondat modern hënor të lëshuar dhjetra vjet më vonë? Çfarë ndodh kur mbi sipërfaqen e hënës, pikërisht aty ku koordinatat tregojnë, gjendet një strukturë e zgjatur prej afërsisht 3000 metrash me gjeometri jo kaotike, formë që asnjë forcë gjeologjike e njohur nuk e shpjegon plotësisht? Jeni të gatshëm për atë që vijon? Sepse kur I shikoni të gjitha copzat bashk, rrëfimi zyrtar fillon të krijojë çarje serioze. Në vitin 1997, William Rutledge, një burr I moshuar me të kaluarën, e pretenduar si pilot testues dhe astronaut I NASA-s, bëri pohimin më shqetësues të karrierës së tij. Ai pretendoi se kishte pilotuar misionin Apollo 20 në vitin 1973. Ai dha emrat e anëtarëve të ekipit, ai dha koordinatat e uljes, ai përshkroi çfarë gjetën atje. Gjetën një anije hapësinore, jo njerëzore, gjigande, e vjetër, e vdekur. Koordinatat që ai dha janë publike dhe mund të verifikohen nga çdo kush me akses në hartat moderne hënore. Ato tregojnë drejt për drejt rajonit Del Porte Isaac, anën e errët të hënës. Kur sonda hënore japoneze Kaguya dhe orbituesi amerikan Lunar Reconnaissance Orbiter fotografuan atë zonë me rezolucion të lartë, gjërat që u gjetën aty nuk kishin shpjegim të plot gjeologjik. Cilat janë ato gjëra? Kjo është ajo që du ta ndërtojmë hap pas hapi sot. Programi Apollo ishte arritja teknike më e madhe në historinë njerëzore. Kjo nuk është retorik, është fakt I verifikueshëm matematikisht dhe inxhinierisht. Brenda një dekade të vetme, nga viti 1961 deri në vitin 1972, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërtuan nga e para një industri të plot hapësinore, trajnuan dhjetra astronaut dhe dërguan 12 njerëz të qëndronin mbi sipërfaqen e hënës. 12 njerëz. Dhe pastaj ndalen. Mendoni pak për këtë fakt të thjesht? Në 50 vitet që pasuan, asnjë qenie njerëzore nuk ka kthyer mbi hënë. Jo sepse nuk kemi teknologjinë, jo sepse hëna është shumë larg, por sepse programi u ndal me vendim politik, papritur, kur ishte në kulmin e fuqisë së vet. Raketa Saturn V mbeti për gjysmë shekulli vegla hapësinore më e fuqishme që njeriu ka ndërtuar ndonjëherë. Ajo prodhonte 35 milion newton nxitje, peshonte 2979 ton dhe kishte 101 metra gjatësi. Por ato raket pushuan së fluturuari dhe shumica e atyre që mbetën u ekspozuan si objekte muzeale. Misioni Apollo 18, 19 dhe 20 ishin planifikuar zyrtarisht dhe kishin buxhete të aprovuara. Raketa Saturn V për Apollo 19 ndodhej tashmë e ndërtuar fizikisht. Papritur, brenda pak muajsh, Kongresi Amerikan anuloi të treja. Ky vendim erdhi ndërmjet vitit 1970 dhe vitit 1972, pikërisht ndërkohë që Apollo 15 dhe 16 fotografonin intensivisht anën e errët të hënës. Shpjegimi zyrtar ishte kostoja. Lufta e Vietnamit po gëlltiste buxhetin federal amerikan. Protestat qytetare kundër shpenzimeve hapësinore ishin duke u rritur. Ky shpjegim tingëllon I arsyeshëm, tingëllon logjik. Por numrat e buxhetit nuk e mbështesin plotësisht, sepse NASA vazhdoi të financojë programin Skylab dhe misionin e bashkëpunimit Apollo-Soyuz gjatë të njëjtës periudhë me shpenzime të konsiderueshme. Pra ndalimi nuk ishte absolut, ishte selektiv. A ka diçka tjetër? Përgjigja fillon me Apollo 15 dhe me ato fotografitë. Në vitin 1971, misioni Apollo 15 arriti një arritje teknike pa precedent. Fotografoi me kujdes të jashtëzakonshëm sipërfaqen e anës së errët të hënës gjatë orbitës. Komandanti David Scott dhe piloti James Irwin ulen modulin hënor, por Alfred Worden, piloti I modulit të komandës, qëndroi vetëm në orbit dhe fotografoi. Ai fotografoi sistematikisht me pajisje optike të nivelit të lartë sipërfaqe të mëdha të hënës. Numri I fotografive të kaptura ishte I jashtëzakonshëm. Shumica e tyre u klasifikuan ose u arkivuan pa publikim publik. Ato fotografitë e publikuara zbuluan diçka interesante.
në rajonin Del Port Izak, në koordinatat afërsisht 94 gradë gjatësi lindore dhe 5 gradë gjerësi jugore, aparati fotografik i Apollo 15 kapi një formacion të çuditshëm. Formacioni kishte orientim konsistent dhe konture jo kaotike. Kur inxhinierët e NASA sepan atë fotografi për herë të parë, disa prej tyre raportuan se dukej si silueta e një objekti të zgjatur, pjesërisht i varrosur në nregjolitin hënor. Kjo ndodhi 43 vjet para se Rutledge të ngarkonte videot e tij. Data eksakte e marrjes së fotografisë në Apollo 15 ekziston në arkivat NASA dhe mund të verifikohet. Është 23 e gushtit të vitit 1971. Ky fakt kronologjik është i rëndësishëm. Formacioni u fotografia fillimisht në NASA vet, jo nga burime alternative. Fakti që formacioni ekziston mbi sipërfaqen hënore nuk është teori konspiratore, është fakt gjeografik i verifikueshëm. Tani ndahen rrugët. Disa tregojnë se formacioni është plotësisht natyror, gjeologjikisht i shpjegueshëm. Disa argumentojnë se është i pazakont dhe meriti studim shtesë. Dhe disa pretendojnë se atje gjendet prova e pranisë jo njerëzore. Kush ka të drejtë dhe si e dim? 3 vjet pas atyre fotografive, misionet Apollo 18, 19 dhe 20 u anulluan nga Kongresi Amerikan. Ky vendim u mor zyrtarisht për arsye buxhetore, por ka diçka e veçantë. Të 3 misionet e anulluar kishin si objektiv kryesor eksplorimin e rajoneve të largëta dhe të anës së errët të hënës. Pikrisht ato rajone që Apollo 15 kishte fotografuar me aq kujdes. Astronomi amator dhe njohës hapësinor Morris Jessup, i cili analizoi me kujdes oraret e misioneve Apollo dhe krahasoi me dokumentet buxhetore të publikuara, argumentoi në vitin 1974 se ndalimi i misioneve u mor me një shpejtësi politike jo tipike për NASA-n. Zakonisht, anulimet e programeve hapësinore kalojnë nëpër muaj diskutimesh, analizash dhe propozimesh alternative. Anulimet e Apollo 18, 19 dhe 20 ndodhen brenda javësh. Kjo shpejtësi, argumentoi ai, nënkuptonte një vendim tashmë të marrë në nivel të lartë, jo një debat buxhetor gradual. NASA nuk i u përgjigj kur analizave të Jessup. Tani vjen elementi që e ndryshon gjithçka. William Rutledge dhe videot. Në vitin 2007, dikush duke u identifikuar si William Rutledge, krijoi një llogari në platformën YouTube dhe nisi të ngarkojë materiale filmike. Ato filma, duke pasur gjithsej mbi 3 orë material të skenuar, tregonin gjoja misionin Apollo 20. Cilësia vizuale e filmave ishte e qëndrueshme me teknologjinë e viteve 70. Granuloziteti i filmit analog, kodet e ngjyrave, dridhjet e kamerës, gjithçka korespondonte me estetikën vizuale të NASA-s nga ajo periudhë. Videot tregonin sekuencën e misionit hap pas hapi, fillimin nga Cape Canaveral, fluturimin drejt hënës, orbitimin dhe pastaj zbulimin. Moduli hënor, sipas videove, u ul afër formacionit të madh në rajonin Del Port Izak. Astronautët dollën jashtë dhe u afruan tek objekti. Filmi tregon diçka të zgjatur, deri në 3,5 kilometra, sipas referimeve të dhëna nga Rutledge, pjesërisht të varrosur në nregjolitin hënor. Forma e saj ishte ajo e një anijet hapësinore, me hark të dukshëm, me ato që dukeshin si struktura portike, me sipërfaqe të jo natyrshme, glate në disa seksione. Nuk ishte e bërë nga njeriu. Kur videot u shfaqën online, reagimi i parë i komunitetit hapësinor dhe skeptik ishte mohim kategorik. Falsifikimi i qartë, deklaruan shumica. Material propagandistik, thanë të tjerët. Montazh televiziv i lirë, argumentuan të tretët. Ky reagim ishte i pritshëm dhe në shumë mënyra i justifikueshëm. Historia e konspiracioneve hapësinore është e mbushur me falsifikime krejt të dukshme. Por disa analistë vendosën të mos ndalonin me mohim parimor. Ata vendosën të analizonin. James Clarkson, analisti i mazeve me mbi 20 vjet eksperiencë në industrinë e filmit britanik dhe amerikan, publikoi analizën e tij të detajuar në vitin 2008. Ai nuk pretendoi autenticitet, por bëri konstatimin e mposhtëm. Metodat e falsifikimit digital të kohës, softueret e disponueshme për publikun në vitet 2007 dhe 2008, do të kishin lënë gjurmë specifike dhe të identifikueshme në strukturën e pikullave, në kompresimin JPEG dhe në profilet e ngjyrave. Videot e Rutledge nuk kishin ato gjurmë. Cilësia filmike e materialit korespondonte me filmin analog të viteve 70, jo me manipulin digital të vitit 2007.
Nëse ishin falsifikime, argumentoi Clarkson, ishin prodhuar me film analog të vjetër të viteve 70, me kamera origjinale të asaj periude dhe me ndriçim të simuluar jashtë çdo studiot moderne. Shkalla e vështirësisë teknike, financiare dhe logjistike për një falsifikim të tillë do të ishte jashtëzakonisht e lartë. Kush do të kishte interes dhe resurse të bënte kaq shumë pa asnjë fitim të dukshëm financiar? Çështja e motivimit na sjell tek pyetja tjetër e rëndësishme. Kush ishte William Rutledge dhe a mund të ekzistonte një astronaut i panjohur nga publiku? Rutledge pretendonte se kishte lindur në Belgjik dhe kishte marrë shtetësinë amerikane. Pretendonte se kishte shërbyer si pilot testues në Forcën Ajrore Amerikane përpara se të rekrutohej nga NASA për një program të klasifikuar. Ky biografi specifike është e pamundur të konfirmohet plotësisht, por gjithashtu e pamundur të rrëzohet plotësisht, dhe arsyeja është konkrete. Gjatë viteve 60 dhe 70, NASA kishte 2 lloje programesh paralele. Kishte programin publik, gara hapësinore me emra të njohur dhe transmetime televizive live, dhe kishte programin MOL, akronimin e Laboratorit Orbital të Mirëmbajtur. MOL ishte plotësisht i klasifikuar. Kishte astronautët e vet, persona të zgjedhur me kujdes, trajnuar specifikisht për misione ushtarake hapësinore. Publiku amerikan nuk dinte emrat e tyre. MOL u anulua zyrtarisht në vitin 1969, por shumë nga personeli i tij transferoi tek programe të tjera, disa prej të cilëve mbetën të klasifikuara. Ekzistenca e astronautëve të panjohur publikisht nuk është hipotezë, është fakt i dokumentuar. Emrat e tyre u deklasifikuan shumë vite më vonë dhe disa u bën të njohur vetëm pas dekadash. Pra pyetja nuk është nëse mund të ekzistonin astronaut sekret. Ata ekzistonin. Pyetja është nëse Rutledge ishte ndër ta. Elementi tjetër i veçantë, Aleksej Leonov. Rutledge pretendoi se Aleksej Leonov ishte antari i ekipit të Apollo 20. Ky detaj është i mrekullueshëm për disa arsye. Leonov nuk ishte askush. Ai ishte heroi suprem i programit hapësinor sovjetik, njeriu i parë në historinë njerëzore që bëri ecje hapësinore në mars të vitit 1965. Ai ishte simbol kombëtar i Bashkimit Sovjetik. Emri i tij ishte si të vendosje Neil Armstrong në rolin e spionit. Por gjithashtu, Aleksej Leonov nuk ishte i panjohur në bashkëpunim ameriko-sovjetik. Ai ishte pikrisht komandanti i anës sovjetike në misionin e bashkëpunimit Apollo-Soyuz të vitit 1975, misioni i parë ndërkombëtar i njohur hapësinor. Ai kishte kontakte të drejtë për drejta me astronautët amerikan. Ai kishte qenë në Cape Canaveral. Ai foli anglishten. Ai njinte kulturën e NASA-s. Nëse do të kishe zgjedhur dikën nga ana sovjetike për një mision sekret të përbashkët, Leonov do të ishte zgjedhja logjike. Pas daljes publike të pretendimeve të Rutledge, gazetarët u munduan të merrnin nga Leonov një mohim kategorik. Ata nuk e morën kurrë. Leonov ndryshonte temën. Buzëqeshte dhe kalonte tek diçka tjetër. Në disa raste tha se nuk mund të fliste për çështje të caktuara. Deri në vdekjen e tij në tetor të vitit 2019, Aleksej Leonov nuk dha kurrë një mohim të drejtë për drejtë, të qartë dhe të pakushtzuar për historinë e Apollo 20. Kjo nuk provojën asgjë. Heshtja ka mi shpjegime. Por heshtja e Leonov kishte formën e veçantë të dikujt që dinte diçka dhe kishte marrë vendim të mos fliste. Ai e dinte si të mohonte gjërat kur donte. E bënte gjatë gjithë karrierës publike të tij. Kur nuk mohonte, kishte arsye. Çfarë dinte Aleksej Leonov? Konteksti gjeopolitik e bën historinë edhe më komplekse. Gara hapësinore mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik nuk ishte thjesht konkurs teknologjik. Ishte luftë ideologjike totale, betejë gjigande e 2 sistemeve për legjitimitet global. Çdo arritje hapësinore ishte armë propagandistike. Kur Yuri Gagarin fluturoi në prill të vitit 1961, Kremlini e shfrytëzoi çdo mundësi. Kur Neil Armstrong shkel hënën në korrik të vitit 1969, Washingtoni bëri të njëjtën gjë. Tani imagjinoni, vetëm për një moment, skenarin alternativ. Di superfuqi, rivale pothuajse vdekjeprurse, arrin pothuajse njëkohësisht mbi sipërfaqen hanore dhe gjejnë provën se njeriu nuk është as i pari, as i vetmi. Çfarë do të kishte ndodhur? Çfarë do të kishte ndodhur me narrativën gjigande ideologjike të secilës palë?
Politologu dhe historiani i hapësirës Richard Dolan i Universitetit të Rochester të New Yorkut ka argumentuar gjerësisht se zbulimi i teknologjisë superiore jo njerëzore do të kishte krijuar presion të papërmbajtshëm mbi qeveritë e të dy vendeve. Ai mbështetet në dokumente të deklasifikuara të CIAS dhe NSAS, duke argumentuar se nga mesi i viteve 60 ekzistonte një protokoll bashkëpunimi sekret mes NASA-s dhe homologëve të saj sovjetik për çështje të caktuara të klasifikuara, pavarësisht rivalitetit publik të frymëzuar. Dolan e kuan këtë marrëveshje e heshjes ndërkombëtare. Sipas tij, ajo shpjegon si prezencat e dyja palëve në të njëjtin mision sekret, ashtu edhe heshtjen e mëvonshme absolute nga të dyja qeveritë. Duhet të jemi absolutisht të ndershëm këtu. Kjo është e rëndësishme. Unë e kuptoj perfektisht se çfarë jeni duke menduar tani. Keni dëgjuar kaq herë të flitej për teoritë e konspiracionit të NASA-s, sa tingëllimi i parë i çdo pretendimi të ri ngjall refleks skepticizmit të menjëhershëm. Ky skepticizëm është i shëndetshëm dhe i meritueshëm. Historia e konspiracionizmit hapësinor është ndotur me falsifikime të qarta, manipulime digjitale të dukshme dhe pretendime qesharake që u rrëzuan menjëherë nga faktet bazë. Por shikoni çfarë kemi ndërtuar deri tani. Jo teori, fakte. Fakti i parë. NASA anulloi 3 misionet e planifikuara Apollo brenda një kohe shumë të shkurtër, pikërisht kur eksplorimi i anës së errët po bëhej prioritet kryesor. Fakti i dytë. Apollo 15 fotografoi me kujdes të pazakont rajonin Del Port Isaac dhe shumica e fotografive mbetën të klasifikuara. Fakti i tretë. Koordinatat e dhëna nga Rutledge, para se sondat modern të ekzistonin, tregojnë saktësisht drejt formacionit vizualisht anomal të konfirmuar nga Kaguya dhe Lunar Reconnaissance Orbiter. Fakti i katërt. Aleksej Leonov, i pyetur drejt për drejt, nuk mohoi kur historinë. Fakti i pestë. Astronautët sekret ekzistonin zyrtarisht, dokumentuar brenda programit MOL dhe programeve të tjera të klasifikuara të NASA-s. Asnjë nga këto fakte nuk provojnë se Apollo 20 ndodhi, por bashk krijojnë diçka të rëndësishme, kontradiksione brenda rrëfimit zyrtar që meritojnë pyetje. Rikthehemi tek koordinatat dhe tek ajo çfarë sondat modern kanë gjetur atje. Kur Agjencia Hapësinore Japoneze ose JAXA lëshoi sondën Kaguya në shtator të vitit 2007, ajo fotografoi me rezolucion jashtëzakonisht të lartë të gjithë sipërfaqen hënore. Kjo ishte hera e parë pas viteve 70 që kishim imazhe kaq të detajuara të anës së errët. Kur NASA lëshoi Lunar Reconnaissance Orbiter në qershor të vitit 2009, rezolucioni bëri edhe tjetër hap cilësor. Çdo 4 metër i sipërfaqes hënore u fotografua me detaje pa precedent. Rajoni Del Port Isaac u fotografua si pjesë e programit sistematik të dy sondëve. Imazet janë publike dhe aksesibël online. Dhe atje, në koordinatat e dhëna nga Rutledge, ekziston një formacion i zgjatur me karakteristika jo tipike gjeologjike. Horace William Crater, astronom nga Universiteti i Tennessee Space Institute, i cili ka studiuar anomalit vizuale hënore sistematikisht për mbi 30 vjet, ka identifikuar disa seksione mbi sipërfaqen hënore ku raportet gjeometrike të strukturave nuk korespondojnë me distribucione statistikore të pritura për formacione gjeologjike natyrore. Rajoni Del Port Isaac figuron në listën e tij. Crater nuk pohon praninë e strukturave inteligjente, por argumenton se disa formacione meritojnë studim shtesë me metodologji rigoroze. Gjeologët planetar kryesor ofrojnë shpjegime alternative. Rilles, format lineare gjeologjike të krijuara nga lëvizjet tektonike hënore, janë të zakonshme mbi sipërfaqen hënore dhe mund të marrin forma lineare të gjata. Shpatazimet e kushtzuara nga impaktet meteorike mund të gjenerojnë formacione asimetrike. Këndi i ndriçimit diellor ndikon dramatikisht në aspektin vizual të çdo formacioni. Të gjitha këto janë shpjegime legjime dhe shkencore, por asnjëra prej tyre nuk shpjegon plotësisht kombinimin e 3 karakteristikave: gjatësia ekstreme e një trajçme, orientimi konsistent lindor-perëndimor dhe ato seksionet me sipërfaqe glat jo natyrore. Kur të 3 karakteristikat shfaqen bashk, gjeologjia standarde bëhet e vështirë. Tani flas për diçka që shumica nuk e sjell në diskutim. Ta prova të pavarura shkencërisht të aktivitetit të pazakonshëm mbi sipërfaqen hënore
Prova që nuk kanë lidhje me teorinë e Apollo 20, por që tregojnë se hëna nuk është e vdekur dhe statike si që imagjinojmë. Ato quhen fenomene hënore kalimtare, ose TLP, sipas akronimit anglisht. Janë ndriqime, ngjyrëzime dhe lëvizje vizuale të vërejtura mbi sipërfaqen hënore nga astronomët e tokës. Ato janë regjistruar sistematikisht që nda shekulli i 14 dhe janë kataloguar nga NASA vetë. Dokumenti Technical Report Air 277, i lëshuar nga NASA në vitin 1967 dhe krejtësisht publik, rendit mbi 570 raste të dokumentuara me kujdes shkencor. Shpjegimet aktuale të TLP vepërfshin aktivitetin vulkanik rezidual të dobët, çlirimet e gazrave nga sipërfaqja dhe ndërveprimet ndërmjet erës diellore dhe ionizimin e sipërfaqes. Të gjitha këto janë hipoteza shkencore legjitime, por asnjëra nuk mbulon shumicën e rasteve kataloge. Disa raste mbeten teknikisht pa shpjegim të plot, edhe sipas dokumentacionit zyrtar të NASA-s. Ky fakt, i pavarur plotësisht nga historia e Apollo 20, tregon se NASA vetë ka njohur historikisht se hëna tregon fenomene të pazakonta, fenomene që nuk kuptojmë plotësisht. Por ka diçka tjetër, diçka për të cilën shkencëtarët flasin në rrallë në publik. Boshëllëku arkivor i NASA-s është i vërtet dhe i dokumentuar, jo si teori, por si fakt institucional. Kur historianët dhe studiuesit aplikuan në bazë të aktit të lirisë së informacionit për fotografit origjinale nga misionet Apollo, ata zbuduan se shumë nga ato kishin humbur, ishin dëmtuar ose klasifikimi i tyre nuk ishte skaduar akoma. Kjo ndodhi me fotografit audiovizuale origjinale të shtimit hënës të Apollo 11, gjë që u bë skandal i madh kur u zbulua. NASA kishte mbiregjistruar kasetën origjinale të shtimit hënës të vitit 1969 dhe rifunksionimi i imazheve u bë i pamundur. Kjo ndodhi aksidentalisht sipas NASA-s. Ndodhi aksidentalisht me materialin audiovizual origjinal të momentit më të rëndësishëm në historinë njerëzore. Në vitin 2007, David Stites, zëdhënësi i NASA-s, konfirmoi humbjen dhe tha se agjencia kishte gabuar në ruajtjen e atij materiali. Ky pohim ishte mbresëlënës në vetvete. NASA, agjencia me resurse teknike më të avancuara në botë, mbiregjistroi materialin e shtimit hënës. Por ajo që është edhe më mbresëlënëse, shumë fotografi të misioneve të tjera Apollo, veçanërisht ato të kaptuara gjatë orbitave të anës së errët, mbetën të klasifikuara shumë kohë pas fundit të luftës së ftohtë, kur rrjedhimisht arsyet strategjike për klasifikimin kishin rënë. Pse disa nga ato mbeten të klasifikuara edhe sot? Kemi ndërtuar bazën e fakteve. Tani le të flasim për ato çfarë Rutledge pretendoi se gjeti brenda anijes hapësinore. Sipas rrëfimit të tij, moduli hënor u ul afër formacionit gjigant. Ekipi i Apollo 20 qëndroi mbi sipërfaqen hënore për afërsisht shtrembë jetor. Gjatë kësaj kohe, ata gjetën hyrjen e anijes jo njerëzore dhe hyn brenda. Ajo çfarë Rutledge përshkruan brenda ka mbetur detaji më i diskutuar dhe njëkohësisht më i paverifikueshëm i gjithë historisë. Brenda anijes, sipas tij, kishte korridore të mëdha, dhoma me pajisje të panjohura dhe siç ai e quajti, materiale organike. Jo inert, jo thjesht shkëmb ose metal, materiale organike. Dhe pastaj, sipas rrëfimit, gjetën çfarë ai e quajti Mona Lisa. Rutledge pretendoi se kjo ishte një qenie biologjike e llojit jo njerëzor, në gjendje të pazakonshme ndërmjet vdekjes dhe diçkaje tjetër, e lidhur me pajisje të panjohura. Ekipi e solli atë me vete në modulin hënor. Sipas rrëfimit, Mona Lisa u transportua nga misioni dhe u mor nga NASA. Ky element i rrëfimit është ai që i ka dhënë historisë tonëm karakter sensacional dhe ka bërë skeptikët të ndalen menjëherë. Dhe ata kanë të drejtë të ndalen. Pretendimi i një qenie biologjike jo njerëzore, i pasuportuar nga asnjë prove verifikueshme, bie saktësisht në kategorinë që Carl Sagan do ta kishte klasifikuar si pohim i jashtëzakonshëm pa prova të jashtëzakonshme. Por ky element ka bërë diçka problematik. Ka lejuar mohuesit të heqin poshtë të gjithë historinë me anë të elementit më të paverifikueshëm të saj, duke anashkalluar elementet e verifikueshme si koordinatat, fotografit, anulimet dhe heshtja e Leonov. Kjo teknik, ta mohosh të gjithën duke treguar me gisht drejt pjesës më të dobët, nuk është analizë serioze,
është strategji retorike. Çfarë din ekspertët e pavarur? Në vitin 2006, para se videot e Rutledge të dilnin, Dr. Mark Carlotto, inxhinier dhe shkencëtar i mazeve me doktoratur nga Universiteti Carnegie Mellon, publikoi analizën e tij të formacionit Delport-Isaac, bazuar vetëm mbi fotografitë e disponueshme publike të NASA-s. Ai vuri re se formacioni, kur i nënshtroi algoritmeve të analitikës multispektrale, tregonte karakteristika statistikore të ndryshme nga formacionet e tjera gjeologjike të studiuara në të njëjtën zonë. Carlotto ishte i kujdesshëm dhe i saktë. Ai nuk pretendoi se kishte gjetur diçka jo njerëzore. Ai pretendoi se kishte gjetur diçka statistikisht jo normal. Rekomandimet e tij ishin të thjeshta. Misioni i arshëm hënor duhet të fotografojë atë rajon me rezolucion shumë herë më të lartë se ç'kishin disponueshme dhe rezultatet duhet të analizohen nga ekipe të pavarura shkencërisht. Asnjë mision i drejtuar nga NASA nuk ka synuar qëllimisht atë rajon me rezolucion maksimal që atëherë. Lunar Reconnaissance Orbiter ka fotografuar mjaftueshëm për të treguar se formacioni ekziston, por jo mjaftueshëm për ta zgjidhur pyetjen. Pse nuk ka ndodhur ende studimi me rezolucion maksimal? Kur do të ishte relativisht i lirë dhe i thjesht teknikisht? Kemi arritur tek kontradikta qendrore e të gjithë kësaj çështjeje. Nëse rrëfimi i Apollo 20 është absolutisht i rrem, siç pohon NASA, atëherë rrëzimi i tij duhet të jetë i thjeshtë. Trego se koordinatat janë gabim. Trego se fotografitë nuk ekzistojnë. Trego se Rutledge nuk ekzistoi kurrë në asnjë listë të personelit NASA. Trego se Leonov mohoi prerazi. Asnjë nga këto gjëra nuk është bërë plotësisht dhe qartësisht. NASA ka heshtur zyrtarisht. Zyrtarët e saj kur pyeten, ose ndryshojnë temën, ose bëjnë mohime të përgjithshme pa specifik. Kjo heshtje në vetvete nuk provojën asgjë, por i shton pesh pyetjeve ekzistuese. Historiani shkencor Robert Strom i Universitetit të Arizonës, i cili ka studiuar programin Apollo për dekada, ka argumentuar se historia zyrtare e programit Apollo ka boshllëqe dokumentar të vërteta, boshllëqe që nuk shpjegohen nga arsye buxhetore ose organizative. Ai nuk mbështet teorinë e Apollo 20, por argumento se historia zyrtare nuk i shpjegon plotësisht të gjitha vendimet e marra gjatë periudhës 1970 dhe 1972. Kur historianët serioz, jo teoricienët e konspiracionit, fillojnë të flasin për boshllëqe dokumentar, koha ka ardhur të bësh pyetje serioze. Le të ndalim për një moment dhe të pyesim: si e dim se çfarë dim? Çdo person i arsyeshëm duhet ta bëjë këtë pyetje. Burimi kryesor i pretendimeve është William Rutledge, person i paverifikueshëm plotësisht. Videot e tij nuk janë konfirmuar si autentike nga asnjë institucion shkencor i pavarur. Koordinatat, megjithse korespondojnë me një formacion ekzistues, nuk provojnë se misioni ndodhi aty. Heshtja e Leonov mund të ketë vjetra shpjegime të thjeshta. Pra, kemi dy mundësi. E para, gjithçka është falsifikim dhe manipulimi sofistikuar nga dikush me resurse dhe motivim të paqartë, dhe bashkëndësia e koordinatave me formacionin real është e rastësishme. E dyta, ka diçka të vërtet brenda rrëfimit, gjë e cila do ta detyronte NASA-n të ruante heshtjen e saj institucionale. Asnjëra nga të dyja nuk mund të konfirmohet ose rrëzohet pa akses tek arshivat e klasifikuara të NASA-s. Dhe ato arshiva, të paktën shumë prej tyre, mbeten të klasifikuara. 50 vjet pas misioneve Apollo, me luftën e ftohtë të mbaruar prej 30 vjetësh, me rivalet hapësinor të transformuar në partner të njohur, a ka arsye strategjike për të mbajtur të klasifikuara fotografitë e anës së errët të hënës? Nëse po, cilat janë ato arsye? Sondët modern i kanë dhënë kësaj çështjeje një dimension të ri. Pas imazheve nga Kaguya dhe Lunar Reconnaissance Orbiter, komuniteti i entuziastëve hapësinor nisi të analizojë me kujdes imazhet e rajonit Delport-Isaac. Ata gjetën formacionin, por gjeta gjithashtu diçka tjetër. Mbi sipërfaqen hënore, brenda disa qindra kilometrave nga koordinatat e Rutledge, ekzistojnë të paktën 4 formacione të tjera me karakteristika vizuale jo tipike gjeologjike. Asnjë prej tyre nuk është objekt studimi aktiv akademik. Asnjë mision i planifikuar nuk ka si qëllim kryesor vizitën e atij rajoni, të paktën sipas informacioneve publike.
NASA ka planifikuar misionet Artemis për ktimin e njeriut mbi hën, me fokus kryesor në polet hënore jugore, rajon tjetër krejtësisht. Pse polet jugore janë prioritet? Arsyeja zyrtare është uji i ngrirë i gjetur aty, burimi i çmuar për bazat e ardhshme hënore. Kjo arsye është legjitime dhe plotësisht e kuptueshme shkencërisht, por njëkohësisht ato pole jugore janë sa më larg të jetë e mundur nga rajoni Delport i Zak. E theksojmë, kjo mund të jetë e rastësishme. Shpeshherë, shpjegimi më i thjeshtë është i saktë. Por fakti që çdo element i kësaj çështjeje ka shpjegim zyrtar logjik, por gjithashtu ka edhe alternativë të pakënaqshme, E bën analizën e thellë domosdoshmërisht të ndërkomplikuar. Kemi arritur tek fundi i seksionit të parë të eksplorimit ton, por historia ka shumë shtresa të tjera. Ajo çfarë kemi ndërtuar deri tani është baza faktike, anulimet e papritura, fotografitë e klasifikuara, koordinatat e verifikueshme, heshtja e Leonov, ekzistenca e konfirmuar e astronautëve sekret dhe boshllëqet dokumentar brenda arkivave publike NASA. Asnjë nga këto nuk provohen se Apollo 20 ndodhi, por bashk krijojnë pyetje legjime, pyetje që nuk mund të hiqen poshtë me mohim të thjeshtë. Ajo çfarë nuk kemi eksploruar ende është gjysma tjetër e historisë. Çfarë teknologjie teknike do të kishte nevojur misioni i tillë? A ishte ajo e disponueshme në vitin 1973? Cilat dokumente të tjera të deklasifikuara sugjerojnë programeve hapësinore paralele? Dhe çfarë flasin gjeologët serioz planetar kur pyeten pa kamera? Por gjithashtu, nuk kemi diskutuar ende pyetjen më të gjerë, Pyetjen që bie poshtë gjithçka tjetër. nëse diçka u gjet atje, çfarë do të thotë kjo për vendin tonë në univers? A jemi të vetmit ose jemi të fundit? Tani që kemi ndërtuar kornizën e fakteve, është koha të bëjmë pyetjen që çdo inxhinier serioz do ta bënte menjëherë. A ishte teknikisht e mundur të ekzistonte misioni Apollo 20 në vitin 1973? Jo teorikisht, jo filozofikisht, por inxhinierisht dhe logjistikisht. Sepse nëse teknologjia nuk ekzistonte, çdo rrëfim tjetër bie. Dhe nëse teknologjia ekzistonte, pyetjet bëhen shumë more serioz. Përgjigjja e shkurtër është kjo. Jo vetëm që ishte e mundur, por raketa Saturn 5 për misionin Apollo 19 ndodhej tashmë fizikisht e ndërtuar dhe e gatshme për lëshim kur u mor vendimi i anulimit. Ajo raket sot gjendet e ekspozuar si objekt muzeal në Kennedy Space Center. Mund ta vizitoni, mund të çoni fëmijët tuaj dhe t'ua tregoni me gisht. Kjo raket kur nuk fluturoi, jo sepse nuk funksiononte, por sepse dikush vendosi të mos e lëshoj. Pra infrastruktura ekzistonte, astronautët ekzistonin, protokollet operacionale ekzistonin, Kostoja e një misioni shtesë. kur i gjithë sistemi ishte tashmë funksional dhe raketat ishin ndërtuar, do të kishte qenë dramatikisht më e ulët se çdo të ishin misionet e para. Ekonomia buxhetore e argumentit zyrtar të anulimit dobësohet saktësisht pikrisht në pikën ku tingëllon më e bindshme. Kemi folur për raketa dhe hardware, por ekzistonte edhe diçka tjetër shumë interesante gjatë asaj periudhe. Programi Corona ishte programi fotografik i klasifikuar i satelitëve spionazh amerikan. Ai ekzistonte paralel me programin Apollo, duke përdorur teknologji kamere dhe lëshimi raketash. Dokumentet e Coronas u deklasifikuan pjesërisht në vitin 1997 dhe zbuluan se niveli sofistikimit fotografik dhe operacional i disponueshëm për programet e klasifikuara ishte shumë i lartë, shpesh shumë herë mbi tregohej publikisht. Inxhinierët e Coronas kishin zgjidhur probleme komplekse të fotografimit orbital dhe rikuperimit të filmit që programi civil hapësinor nuk i kishte zgjidhur ende zyrtarisht. Kjo gjendje, ku kapacitetet e klasifikuara të i kalojnë ato publike me vite ose dekada, nuk është teori konspiratore. Është modeli normal historik i zhvillimit teknologjik ushtarak dhe inteligjencë. Sot e dim nga dokumentet e deklasifikuara se Stealth B-2 fluturonte vite para se publiku të mësonte se ekzistonte. Avioni U-2 i spionazhit CIA-s operonte mbi Bashkimin Sovjetik për shumë vite para se të zbulohej aksidentalisht kur u rrëzua piloti Francis Gary Powers në maj të vitit 1960. Pra pyetja nuk është nëse kapacitetet sekrete ekzistonin. Ekzistonin.
Pyetja është nëse ato kapacitete u aplikuan për misionet hënore të klasifikuara. Ka dokumente të deklasifikuara që sugjerojnë me forcë se po. Në vitin 2004, nëpërmjet aktit të lirisë së informacionit, u deklasifikua një seri dokumentesh të CIA-s dhe Forcës Ajrore Amerikane nga periudha 1968 deri në vitin 1974. Midis atyre dokumenteve gjendeshin shënime të takimeve të Komitetit të Sigurimit Kombëtar që referoheshin mbi kapacitete hapësinore shtesë jashtë programit publik Apollo. Teksti i saktë i atyre referencave mbeti i fshirë ose siç thuhet teknikisht i redaktuar, por konteksti i takimeve ishte i qartë. Diskutohej koordinimi i misioneve hapësinore me objektivat e inteligjencës kombëtare. Ky dokument nuk thot se Apollo 20 ndodhi, por thot dy gjëra me shumë qartësi. Ekzistonin misionet hapësinore jashtë programit publik dhe ato koordinoheshin me nivelin më të lartë të qeverisë amerikane. Timothy Good ish antar i orkestrave simfonike britanike dhe studies i pavarur i fenomeneve ajrore të pazakonta me akses të konfirmuar tek disa burime të klasifikuara britanike, ka argumentuar, bazuar mbi dokumentet e deklasifikuara britanike, se inteligjenca e Mbretërisë së Bashkuar kishte informacione mbi aktivitete hapësinore amerikane të klasifikuara gjatë periudhës Apollo, që nuk korespondonin me programin publik të lajmërueshëm. Good nuk është akademik standard, por burimet e tij janë specifike dhe disa prej tyre kanë konfirmim të pavarur. A do të ishte arsyeshme që Britania e Madhe, aleatja kryesore e SHBA-ve gjatë luftës së ftohtë, të informohej për misionet e tilla? Gjithashtu e arsyeshme, njëkohësisht po dhe jo. Po, sepse aleat të ngushtë ndajnë informacione. Jo, sepse çdo person i shtesë i informuar rrit riskun e rrjedhjes. Tani le të flasim për ato çfarë gjeologët planetar thonë kur nuk janë para kamerave. Kjo nuk është metaforë. Kjo është gjendje faktike e diskusit shkencor. Disa gjeolog planetar me karriera akademike serioze kanë dhënë deklarata privatisht, dokumentuar nga gazetarët shkencor, që ndryshojnë nga qëndrimet e tyre publike kur bëhet fjalë për anomalitë specifike mbi sipërfaqen hënore. Geoff Marcy, astrofizikani i Universitetit të Berkeley të Kalifornisë, i njohur kryesisht për punën e tij mbi planetet ekstrashemgor, ka argumentuar në disa konferenca shkencore se probabiliteti statistikor i inteligjencës jashtëtoksore është shumë i lartë, bazuar mbi numrin e yjeve dhe planetëve të identifikuar. Ai ka shkuar aq larg sa të propozojë protokolle specifike për hetimin aktiv të shenjave teknologjike brenda sistemit ton diellor, duke përfshirë hënën. Ky propozim, kur u bë publik, mori pak vëmendje serioze institucionale. Pse? Sepse financimi i hulumtimit shkencor varet nga korporatat, qeveritë dhe universitetet, dhe asnjë prej tyre nuk shpërblen pyetjet që mund të çojnë drejt përgjigjes së pakëndshme. Por gjeologjia konkrete e rajonit Del Porte Isaac meriton vëmendje të veçantë. Rajoni Del Porte Isaac ndodhet në hemisferën jugore të anës së errët të hënës, rreth 96 gradë gjatësi lindore. Ky rajon karakterizohet nga kratere të vjetra, sipërfaqe me plur hënor të akumuluar për miliarda vjet dhe zona me altime relativisht të buta. Formacioni identifikuar nga koordinatat e Rutledge gjendet pranë krahatorit Isaac D, kratere me diametër rreth 37 kilometra. Krateret hënore janë të rregullta formë, rrethore ose pothuajse rrethore, me ripe koncentrike rreth tyre, me pikun qendror karakteristik të krijuar nga rimkëmbja e materialit pas impaktit. Kjo formë e rregullt ka shpjegim të drejtpërdrejtë fizik. Valet goditase nga impakti shpërndahen simetrikisht nëpër materialin sipërfaqësor. Formacioni i diskutuar nuk ka këtë formë. Ai ka orientim linear konsistent, gjatësi shumë herë më të madhe se gjerësia dhe seksione me konture jo gradual. Gjeologjia e zakonshme hënore prodhon dy lloje formacionesh lineare: rilles, të cilat janë çarje tektonike, dhe zinshir krateresh, të cilët janë vargje impaktesh. Rilles kanë tipikisht gjerësi uniforme dhe nuk kanë maj ose skajet e ngritura. Zinshiret e kratereve janë të diskontinuar dhe të paregullt. Formacioni Del Porte Isaac nuk korespondon plotësisht me asnjërin prej modeleve standarde. Ky fakt nuk provojën asgjë. Por ai fakt ekziston dhe nuk është diskutuar mjaftueshëm akademikisht. A jeni duke e pyetur veten pse shkenca akademike nuk i ka kushtuar vëmendje sistematike? Edhe unë e bëj atë pyetje. Ka diçka tjetër për të cilën shkencarët flasin shumë rrallë në publik. Diçka thellësisht shqetësuese, nëse është e vërtetë.
Problemi i kujtesës institucionale selektive të NASA-s është dokumentuar nga historian serios të shkencës. Roger Launius, historian kryesor i NASA-s deri në vitin 2002 dhe më pas drejtori i Departamentit Historik të Institutit Smithsonian, ka shkruar gjerësisht mbi gapet dhe mos konsistencën brenda arkivave dokumentar të NASA-s nga periudha Apollo. Launius nuk bëhet teorician konspirativ, por ai është absolutisht i qartë mbi faktin se procesi i arkivimit të NASA-s gjatë viteve 60 dhe 70 ishte i paorganizuar, selektiv dhe me prioritete jo të qarta. Sa dokumente janë humbur pa gjurmë? Sa janë klasifikuar pa review periodik? Sa janë dëmtuar fizikisht nga kushtet e ruajtjes? Launius thotë se nuk kemi mënyrë të dim plotësisht, dhe kjo, e theksoi, vjen nga historiani zyrtar i NASA-s. Ekziston edhe dimensioni i programeve paralele ruse. Bashkimi Sovjetik kishte programin e vet hënor të klasifikuar, programin Luna dhe shumë më pak i njohur, programin N, një me raketat e tyre gjigande hënore. Raketa N1 u testua 4 herë gjatë viteve 60 dhe 70 dhe të 4 testet përfunduan me shpërthim katastrofik. Shpërthimi i dytë në korrik të vitit 1972 ishte shpërthimi jo bërthamor më i madh në histori deri në atë kohë, me ekuivalentin e rreth 2500 toneve të TNT-s. Por programi N1 mbeti i klasifikuar nga qeveria sovjetike deri pas rënies së murit të Berlinit. Shumica e botës nuk dinte se ekzistonte. Kur u deklasifikua, ajo që u zbulua ishte se Bashkimi Sovjetik kishte investuar burime masive në programin hënor, burime shumë herë më të mëdha se ç'tregohej publikisht. Pse ka shumë sekret mbi një program që sipas versionit zyrtar thjesht dështoi? Disa studiues argumentojnë se Bashkimi Sovjetik kishte informacione mbi diçka mbi sipërfaqen hënore që i bënte të investonin kaq shumë për të arritur atje shpejt. Ky argument është spekulativ, por ai bashkëkënzon me faktin se dhe SHBA-ja dhe BRSS-ja u drejtuan drejt programeve masive të klasifikuara hënore me urgjencë të papritur gjatë të njëjtës periudhë. Çfarë motivoi atë urgjencë njëkohësisht të dyja qeverit? Merreni me mend si kontekstualizohet kjo histori me diçka shumë konkrete: ekzistenca e programit të zbulimit inteligjencës hapësinore. Ky program, i njohur me akronimin OSINT High Space, ekzistonte brenda CIA-s gjatë gjithë periudhës Apollo. Detyra e tij ishte monitorimi dhe analizimi i aktiviteteve hapësinore, si të aleatëve ashtu dhe të rivalëve. Dokumentet e deklasifikuara tregojnë se ky program kishte resurse njerëzore dhe financiare të konsiderueshme, shumë herë mbi nevojat e thjeshta të monitorimit të rivalëve. Disa seksione të dokumenteve të OSINT Space mbeten të klasifikuara edhe sot. Klasifikimi i tyre skadon, sipas kalendarit zyrtar, brenda 10 viteve të ardhshme. Kur ato dokumente të deklasifikohen, ç'do të gjejmë atje? Ndoshta asgjë surprizuese, ndoshta diçka që ristrukturon plotësisht kuptimin ton të historisë hapësinore. Nuk e dim. Por fakti se dokumentet e programit të inteligjencës hapësinore nga vitet 60 dhe 70 mbeten të klasifikuara pas 50 vitesh, kur praktikisht çdo sekret tjetër i luftës së ftohtë është hapur, është në vetvete fakt i rëndësishëm. Tani bëjmë hapin intelektual të vështirë. Supozojmë hipotetikisht se misioni ndodhi. Nëse Apollo 20 ndodhi dhe nëse ekipi gjeti diçka të konsiderueshme, çfarë do të kishte ndodhur pastaj? Çfarë do të kishte bërë NASA? Çfarë do të kishte bërë qeveria amerikane? Charles Pellegrino, shkencëtar i astrofizikës dhe autor shkencor i bashkëpunimit me të shumë studiues NASA, ka argumentuar se teoria e karantinës informacionale është skenar i besueshëm. Sipas tij, nëse teknologjia jo njerëzore gjendet, qeveria do të kishte 2 opsione kryesore. E para, zbulimi publik i menjëhershëm me riskun e panikut social, kolapsit potencial të strukturave fetare dhe ideologjike dhe humbjes totale të kontrollit narrativ. E dyta, studimi i qetë, gradual, i klasifikuar, ndërkohë që publiku mbahet i informuar minimalisht. Pellegrino argumenton se qeveria amerikane ka historikisht preferuar opsionin e dytë për shumë lloje informacionesh sensitive. Manhattan Project, programi i armëve bërthamore, operoi plotësisht sekret për vite. Programet e tesimit biologjik mbi qytetarë amerikanë si MK Ultra operuan dekada pa dijenin publike. Stealth Fighter ekzistoi vite pa u njohur. Modeli historik mbështet skenarin e karantinës informacionale si të besueshëm.
nuk e provojnë si të ndodhur, por si model institucional ai ka precedent solid. E kuptoj plotësisht skepticizmin tuaj dhe nuk po kërkoj ta braktisni. Jam duke folur me ju si me persona të arsyeshëm. Skepticizmi ndaj pohimeve të jashtëzakonshme është virtut intelektual, jo dobësi, por dua të dalloj saktësisht çfarë kemi ndërtuar deri tani dhe çfarë kemi mbetur pa provuar. Kemi ndërtuar ekzistencën konfirmuar të astronautëve sekret, ekzistencën e programeve hapësinore paralele të klasifikuara, ekzistencën e formacionit gjeografik mbi hënë aty ku koordinatat tregojnë, heshtjen specifike të Leonov, boshllëqe dokumentar brenda NASA-s dhe modelin historik të karantinës informacionale. Nuk kemi ndërtuar. Se misioni Apollo 20 ndodhi, se çfarë u gjet atje, ishte jo njerëzore, ose se Rutledge po tregonte të vërtetën. Ajo çfarë kemi ndërtuar nuk lejon dy përfundime, as mohimin total kategorik, as pohimin total kategorik. Lejon diçka në mes, pasiguri të arsyeshme dhe pyetje legjime. Dhe pasiguria e arsyeshme kur kemi të bëjmë me çështje të rëndësisë kozmike potenciale nuk është pozicion i dobët, është pozicion i ndershëm. Tani le të hapim dimensionin tjetër. Çfarë ka gjetur shkenca e pavarur mbi praninë e mundshme jo njerëzore në sistemin diellor, pavarësisht plotësisht nga historia e Apollo 20? Astronomi Avi Loeb, profesor dhe kryetari i Departamentit të Astronomisë në Universitetin e Harvardit për mbi 2 dekada, botoi në vitin 2020 një librin, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Loeb argumentoi me argumenta matematikore dhe fizike se objekti Oumuamua, i zbuluar duke kaluar nëpër sistemin diellor në vitin 2017, tregonte karakteristika të lëvizjes që nuk shpjegoheshin plotësisht nga forcat natyrore të njohura. Ai propozoi, si hipotezë shkencore legjitime, se Oumuamua mund të ishte artefakt teknologjik i origjinës jo natyrore. Loeb nuk është marginal. Është njëri nga akademikët hapësinor me profilin shkencor dhe citim akademik më të lartë në botë. Pozita e tij nuk e bën hipotezën e tij të saktë, por e bën argumentin e tij të pamundur të injorohet me thjesht, kjo është pseudoshkencë. Kur akademiku shkencor me rangun e Loebit argumenton publikisht se provat meritojnë hetim serioz mbi praninë e teknologjisë jo njerëzore brenda sistemit diellor, ai hap dritaren intelektuale në për të cilën pyetjet tona mbi hënën fitojnë dimensione shtesë. Dhe pastaj ka anën e programit MUFON dhe SETI, dhe ato çfarë tregojnë statistikat e tyre. Instituti SETI, i themeluar në vitin 1984 dhe i financuar nga akademik serioz si Carl Sagan dhe Frank Drake, ka monitoruar sistematikisht frekuencat radio kozmike për shenjat e inteligjencës jo njerëzore. Deri tani nuk ka gjetur konfirmim, por ka gjetur diçka tjetër. Sinjali WOW i vitit 1977, regjistruar nga observatori Big Ear i Universitetit Ohio State, mbetet sinjali radio kozmik më anomal i regjistruar ndonjëherë, me karakteristika që i përgjigjen parashikimeve teorike mbi se si do të dukej transmetimi i inteligjencës jo njerëzore. Ai nuk u regjistrua kurrë më. Nuk u shpjegua kurrë plotësisht. Ky fakt është i pavarur plotësisht nga historia e Apollo 20, por ai ndihmon të kontekstualizojmë pyetjet tona. Ne tashmë jetojmë në univers ku sinjale të pazakonta të paidentifikuara janë regjistruar, ku akademik serioz argumentojnë praninë e mundshme të teknologjisë jo njerëzore dhe ku qeverit konfirmojnë se programet e klasifikuara hapësinore ekzistojnë. Brenda këtij konteksti, historia e Apollo 20 nuk tingëllon si fantezi komplete. Tingëllon si pyetje e hapur legjitime. Ka edhe ajo çfarë nuk diskutohet kurrë hapur në media mainstream. Lidhja midis programit Apollo dhe historisë së UAPV. Në qershor të vitit 2023, Kongresi Amerikan mbajti dëgjime publike mbi fenomenet ajrore të pazakanta. Dëshmitar me kualifikim të lartë, duke përfshirë ish pilot ushtarak dhe zyrtar të inteligjencës, depozituan dëshmi mbi ekzistencën e programeve të klasifikuara qeveritare lidhur me teknologji të paidentifikuar. David Grush, ish zyrtari i inteligjencës me kualifikim të lartë, bëri pohimin e bujshëm se qeveria amerikane posedonte materiale jo njerëzore, teknologjike dhe biologjike. Grush nuk mund të njihet me siguri si burim i besueshëm, por faktoja e Kongresit Amerikan ka mbajtur dëgjime serioze me dëshmitar të qashëm publike mbi ekzistencën e materialeve jo njerëzore. Ky fakt ndryshoi dinamikën publike të diskursit.
Nuk provohet asgjë, por tregon se pyetet janë trajtuar seriozisht në institucionet, jo vetëm nga teoricienët e konspiracionit. Nëse materialet jo njerëzore ekzistojnë dhe janë ruajtur nga qeveria, ku u gjetën? Kur u gjetën? Kush i gjeti? Tani, le të rivendosim vëmendjen tek fotografia e gjerë. Universi ka 14,3 miliard vjet. Sistemi ynë diellor ka 4,5 miliard vjet. Jeta mbi tokë ka rreth 3,5 miliard vjet. Njeriu si lloj ka vetëm 300.000 vjet. Qytetërimet e para njerëzore kanë vetëm 10.000 vjet. Programi hapësinor njerëzor ka vjetra vjet. Çdo qytetërim që është 10.000 ose 100.000 vjet para nesh, do me thënë pothuajse çdo qytetërim i mundshëm tjetër në univers, do të kishte teknologji aq superiore ndaj tonës, saqë ndryshimi do të ishte si diferenca ndërmjet milingonës dhe njerëzimit. Kjo nuk është metaforë poetike, është logjik matematikore e thjeshtë. Nëse qytetërimet e tilla ekzistojnë dhe kanë eksploruar galaktikën, shanset që të kenë kaluar dhe nëpër sistemin ton diellor janë statistikisht të larta. Shanset që disa prej tyre të kenë lënë gjurmë janë gjithashtu të larta. Shanset që ato gjurmë të jenë mbi sipërfaqen e lmuar, jo atmosferike, gjeologjikisht të qëndrueshme të hënës, mbi çdo sipërfaqe tjetër të sistemit diellor janë më të lartat. Kjo arsyetim, i quajtur argumenti i paleontologjisë hapësinore nga fiziciani Paul Davies i Universitetit të Arizona State, nuk është mistik. Është logjik. Dhe ai sugjeron se nëse do të kishim gjetur diçka kudo, hëna do të ishte vendi me probabilitetin statistikisht më të lartë. Por le të bëjmë pyetjen e ndershme rreth rrëfimit të Rutledge. Rutledge u largua nga interneti herët. Llogaria e tij u bë jo aktive. Ai dha vetëm disa intervista, gjithmonë me prekaucion dhe kufizime. Asnjëherë nuk ofroi dokumentacion fizik. Asnjëherë nuk u shfaq publikisht me identitet të konfirmuar. Asnjëherë nuk dha mostër biologjike ose konfirmim identiteti. Këto janë dobësi serioze të rrëfimit të tij. Ato nuk rrezojnë automatikisht të gjithë historinë, por i japin asaj statusin e pretendimit të paverifikueshëm, jo të faktit të konfirmuar. Një historian serioz, a historian onest, duhet t'i shënojë ato dobësi qartë. Por ka diçka paradoksale. Nëse Rutledge ishte vërtet pjesë e misionit sekret, çfarë do të pritej prej tij? A do të kishte dokumentacion fizik që mund ta ndante me të tjerët? A do të kishte qasje tek arkivat? A do t'i rrezikonte familjen dhe veten duke dalë publikisht me prova fizike? Mungesa e dokumentacionit fizik, e cila dobëson rrëfimin e tij nga perspektiva e verifikueshmërisë, është gjithashtu saktësisht ajo çfarë do të pritshte nëse rrëfimi ishte i vërtetë. Ky paradoks nuk e bën historinë të vërtetë, por e bën atë të parrëzueshme nga vetë mungesa e provave. Dhe pastaj ekziston dimensioni psikologjik dhe kulturor. Pse na tërheq kaq shumë kjo histori? Pse miliona njerëz me inteligjencë normale dhe aftësi kritike normale preferojnë skenarin e misionit sekret ndaj versionit zyrtar? Psikologu Kenneth Feder, i cili ka studiuar gjerësisht fenomenin e besimit në rrëfime alternative, argumenton se tërheqja nuk është iracionale per se. Ajo buron nga dy nevojave reale njerëzore. Nevoja për rëndësi, ndjesia se historia njerëzore ka një kontekst më të gjerë dhe më kuptimplot, dhe nevoja për transparencë. Ndjesia se ata që kanë pushtet e fshehin të vërtetën sistematikisht. Kjo e dyta nuk është paranoja e lirë. Qeverit kanë fshehur të vërteta sistematikisht. NASA ka klasifikuar dokumente. Programet sekrete kanë ekzistuar. Historia e jetës reale e konfirmon rregullisht se autoritetet fshehin informacione. Prandaj skepticizmi ndaj narrativave zyrtare ka bazë empirike, jo vetëm psikologjike. Çfarë do të thotë kjo për ne? Ku vizatohet kufiri ndërmjet skepticizmit të shëndetshëm dhe konspiracionizmit të pashëndetshëm? Kufiri, mendoj, vizatohet pikërisht atij, tek qëndrimi ndaj provave. Skepticizmi i shëndetshëm thotë, provat nuk janë të mjaftueshme për të konkluduar. Konspiracionizmi i pashëndetshëm thotë, mungesa e provave është vetë prova. Jemi duke u munduar të qëndrojmë anës të parë. Ajo çfarë kemi ndërtuar deri tani është diçka specifike. Lista e pyetjeve të paju përgjigj nga narrativa zyrtare, anulimet e papritura, koordinatat e verifikueshme, heshtja e Leonov, boshllëqet dokumentar, formacioni gjeografik anomal,
ekzistenca e astronautëve sekret. Asnjëra prej tyre nuk provohet. Rrëfimi i Rutledge. Por bashkërisht provojnë se narrativa zyrtare ka çarje që meritojnë hetim serioz dhe jo refuzim parimor. Kjo është e gjitha. Kjo është pozicioni i ndershëm intelektual. A jeni gati të ecim tek dimensioni tjetër? Sepse ka edhe diçka tjetër, diçka që ndryshon krejtësisht rëndësinë e kësaj pyetjeje dhe ka të bëjë jo me atë çfarë gjendej mbi hën, por me atë çfarë do të thotë për ne nëse gjendej atje. 16 miliard vjet. Kjo është koha nga Big Bang deri sot. Tani imagjinoni ta kompresoni gjithë këtë histori kozmike brenda 24 orëve të një dite. Big Bang ndodh pikërisht në mesnatë. Yjet e parë ndizen rreth orës 2 të mëngjesit. Galaktika jon, rruga e Qumështit, formohet rreth orës 5 të mëngjesit. Dielli ynë lind rreth orës 15:30 pasdite. Toka formohet 20 minuta më vonë. Jeta e para mbi tokë shfaqet rreth orës 16:50. Dinozaurët korrektsohen, dominojnë dhe zhduken brenda 5 minutave para orës 23. Homo sapiens moderne shfaqet 20 sekonda para mesnatës. E gjithë historia njerëzore e shkruar, nga piramidat e para deri tek sonda Voyager, ekziston brenda 2 sekondave të fundit para mesnatës. Dhe misionet Apollo? Ato ndodhen brenda 100-s e fundit të sekondës. Ky kontekstualizim kozmik nuk është retorik, ai na tregon diçka konkrete. Nëse jetë inteligjente shfaqet me frekuencë statistikisht të konsiderueshme, siç argumentojnë biologët evolucionar si Conway Morris i Universitetit Cambridge, atëherë civilizime të tjera mund të na paraprinë me miliarda vjet. Miliarda vjet. Krahasoni. Njeriu ka 25.000 vjet histori teknike primitive. Civilizim që na paraprinë me vetëm 1 milion vjet ka historik teknik 40 herë më të gjatë. Civilizim që na paraprinë me 1 miliard vjet ekziston jashtë çdo imagjinate son. Dhe atëherë kthehemi tek pyetja e Fermi me gjithë peshën e saj. Enrico Fermi, fizikani i madh italian-amerikan i Universitetit të Chicagos, formuloi atë që tashmë quhet paradoksi i Fermi, gjatë bisedës informale gjatë drekës në vitin 1951. Ai e thjesht: ku janë të gjithë? Nëse universi është 14 miliard vjet i vjetër, nëse yjet e tipit të duhur për jetë ekzistojnë me qindra miliard brenda galaktikës son të vetme, dhe nëse jeta shfaqet me frekuencë të arsyeshme, atëherë deri tani duhet të kishim marrë kontakt me të paktën disa civilizime. Por nuk kemi marrë asnjë. Ky paradoks ka vjetra zgjidhje të propozuara. Le të kalojmë nëpër ato kryesoret me qëllim të kuptimit se cilat prej tyre janë në përputhje me historinë tonë specifike. Zgjidhja e parë, e ashtu quajtura hipoteza e tokës unike, e propozuar nga gjeologu Peter Ward dhe astronomi Donald Brownlee të Universitetit të Washingtonit, argumenton se kombinimi i saktë i faktorëve fizik, kimik dhe gjeologjik që bëjnë tokën të banueshme është jashtëzakonisht i rrallë kozmikisht, ndoshta unik. Sipas kësaj hipoteze, jemi të vetmit sepse kushtet janë jashtëzakonisht specifike. Zgjidhja e dytë. Filtri i madh. Biologu evolucionisti Robin Hanson i Universitetit George Mason propozoi se ekziston një pengesë evolucionare aq e vështirë kalueshmërie sa shumica e civilizimeve nuk e kalojnë. Pyetja e tmerrshme është: a e kemi kaluar ne tashmë apo jemi ende para saj? Zgjidhja e tretë, dhe ajo që lidhet drejt për drejt me çështjen tonë. Civilizime të tjera ekzistojnë, por preferojnë heshtjen dhe vëzhgimin pasiv. Ky propozim, i njohur si hipoteza e kopshtit zoologjik, sugjeron se toka mund të jetë rezerve mbrojtur dhe ne nuk dim. Por ka edhe zgjidhjen e katërt. Zgjidhja më e ftohtë nga të gjitha. Zgjidhja e katërt quhet hipoteza e shkatërimit të vetëm dhe u formulua nga shkencëtarët e Institutit të Teknologjisë të Massachusetts brenda kontekstit të fizikës së sistemeve komplekse. Sipas kësaj hipoteze, civilizimi industrial teknologjik si yni mbart brenda strukturës së vet tendencën e shkatërimit të vetëm. Jo domosdoshmërisht nëpërmjet lufte bërthamore ose katastrofe klimatike, megjithse edhe ato janë reale. Por nëpërmjet diçkaje shumë më themelore, kompleksifikimit eksponencial të teknologjisë. Pa kompleksifikim proporcional të inteligjencës kolektive, etike dhe politike për ta menaxhuar,
Civilizimi që zhvilluan teknologjinë e udhëtimit hapësinor brenda 100 viteve nga teknologjia industriale, ashtu si ne, por nuk zhvilluan njëkohësisht inteligjencën politike dhe etike të nevojshme, është statistikisht i destinuar drejt kolapsit brenda disa qindra viteve. Jo mijëra, qindra. Nëse kjo hipotezë është korekte, atëherë universi mund të jetë plot me rënoja civilizimesh të avancuara që arritën te kyjet dhe pastaj u zhdukën, dhe ne mund të jemi afër të njëjtit udhëkryq. Por le të rikthehemi tek hëna, sepse ka dimensione të kësaj çështjeje që nuk i kemi prekurende. Formacioni i rajonit Del Porte Isaac nuk është i vetmi objekti i diskutimit hapësinor jo konvencional mbi hënë. Ka disa raste të tjera, krejtësisht të dokumentuara shkencërisht, që meritojnë diskutim. Rastin e parë, drita e Richard Argosy. Në vitin 1967, teknikët e stacionit të ndjekjes hapësinore të Goldstone, Kaliforni, vënë re sinjal ritmik elektromagnetik nga sipërfaqja hënore gjatë periudhës kur asnjë sond njerëzore nuk ndodhej mbi hënë. Sinjali zgjati 32 minuta. Frekuenca ishte e pazakontë. Raporti teknik u arqivua si fenomeni pa klasifikuar. Ky dokument ekziston. Rastin e dytë, hapja e buotit. Në vitin 1969, gjatë një prej kalimeve orbitale të Apollo 12, astronautët raportuan objekt ndriçues që i ndoqi anën e anijes me shpejtësi konstante për disa orë. Komunikimi radio u regjistrua dhe u arqivua. Astronauti Gordon Cooper, i cili nuk ishte pjesë e asaj misionit, por kishte akses tek dosjat, foli hapur mbi të gjatë viteve në ndijet, duke argumentuar se incidenti kishte shpjegim jo zyrtar. Rastin e tretë, transmetimet e pjoteura. Gjatë misionit Apollo 15, tekniku i komunikimeve, Scott Carpenter, ul jashtë linje transmetimi standarde për disa minuta. Regjistrat audio tregojnë fragmente komunikimit të çrregullt, të paqartë, para se linja normale të rihapej. Shpjegimi zyrtar ishte interferenca teknike. Shumë prej atyre të pranishëm atë ditë nuk e pranuan kurrë plotësisht atë shpjegim. Asnjëri nga këto raste nuk provohet asgjë të jashtëzakonshme, secili ka shpjegim teknik alternativ të mundshëm, por bashkë me gjithçka tjetër krijojnë modelin e vazhdueshëm të anomalive të vogla të dokumentuara dhe të pashpjeguara plotësisht. Tani le të flasim për psikologjinë institucionale të NASA-s dhe pse ajo ka rëndësi themelore. NASA nuk është monolitike. Ajo ka departamente kultura të brendshme dhe fraksione ideologjike të ndryshme. Brenda saj ka gjithmonë ekzistuar tensioni midis dy visioneve. NASA si agjenci shkencore transparente me mandatin e eksplorimit dhe njohjes publike, dhe NASA si agjenci me funksione të dyfishta, duke përfshirë ato të sigurisë kombëtare dhe ushtarisë. Ky tension dokumentohet historikisht. Dokumentet e deklasifikuara tregojnë se gjatë viteve 60 dhe 70, Departamenti i Mbrojtjes Amerikan kishte akses prioritar ndaj disa kategorive të dhënave NASA. Shkencëtarët civil të NASA-s nuk kishin gjithmonë akses të njëjtë me kolegët ushtarak. Kjo nuk është konspiracion. Është strukturë institucionale e dokumentuar. Thomas O. Paine, drejtori i NASA-s nga vitit 1969 deri vitit 1970, foli në intervistën e tij të fundit para vdekjes në vitin 1992 mbi presionet e papar institucionale gjatë periudhës më intense të programit Apollo. Ai nuk specifikoi natyrën e atyre presioneve, por e theksoi fjalën të papar 2 herë. Gazetari që bëri intervistën dhe i cili e publikoi vetëm post-mortem, vuri re se Paine shikoi diku tjetër kur bëri ato deklarata. Ka edhe një element teknik që nuk diskutohet mjaftueshëm, kapaciteti optik i misioneve Apollo dhe çfarë mund ta kishin fotografuar realisht. Aparati fotografik i misioneve Apollo, veçanërisht Hasselblad data kamera dhe lensët Zeiss f5.6 të përdorur nga Apollo 15 dhe 12, kishte rezolucion optik të mjaftueshëm për të dalluar objekte prej disa metrave nga altitudini orbital. Kjo është teknologji serioze fotografike, edhe sipas standardeve të sotme. Digitalizimi i fotografive origjinale Hasselblad nga misionet Apollo, i bërë nga Universiteti i Arizonës sipas projektit Lunar Surface Journal, zbuloi se disa fotografi origjinale kishin detaje të pashikuara më parë kur bëhej digitalizimi me skaner modern me rezolucion të lartë.
Disa nga ato fotografi të rigjeneruara treguan formacione mbi sipërfaqen hënore që nuk korespondonin me katalogje gjeologjike standarde. Shkencëtarët e projektit i klasifikuan si formacione me origjinë të pasigurt dhe i regjistruan në bazën e të dhënave me etiket Needing Further Study. Asnjë studimi mëtejshëm i dedikuar nuk ndodhi. Needing Further Study. Kaq e thjesht, kaq sistematike, kaq inerte. Tani duhet t'u drejtohemi edhe atyre prej jush që ndiqni me skepticizëm të shëndetshëm. Besoj se deri tani keni vënë re se jam kujdesur të dalloj faktet nga pretendimet, evidencën shkencëre nga spekulimin dhe anomalitë gjeologjike nga pretendimet dramatike. Kjo dallim nuk është aksidental, është metodologji e qëllimshme, por dua t'ju drejtoj edhe diçka tjetër: skepticizmi selektiv. Skepticizmi selektiv ndodh kur aplikojmë standardin e provave shumë herë më të lartë ndaj deklarimeve jo konvencionale sesa ndaj atyre konvencionale. Kur NASA deklaroi se misioni Apollo 20 nuk ekzistonte, askush nuk i kërkoi dokumentim specifik të provës negative. Pranuan deklaratën zyrtare si aksiom. Por kur Rutledge paraqiti koordinatat të cilat rezultuan të sakta, askush nuk e bëri hapin tjetër dhe tha: "Mirë, koordinatat janë të sakta. Çfarë nuk kupton kjo?" Skepticizmi i vërtet aplikon standard të njëjtë, verifikimin ndaj të gjitha deklarimeve, zyrtare dhe jo zyrtare. Mohimi i thjeshtë i autoritetit institucional nuk është skepticizëm. Është konformizëm i sofistikuar. Jeni gati të jeni skeptik edhe ndaj rrëfimit zyrtar? Kalojmë tek dimensioni i fundit dhe ndoshta më i rëndësishëm. Implikimi ekzistencial nëse historia është e vërtetë. Nëse mbi sipërfaqen hënore ekziston struktura artificiale jo njerëzore, kjo do të thotë dy gjëra. E para, jeta inteligjente nuk është aksidentale ose jashtëzakonisht e rrallë, por relativisht e zakonshme kozmikisht. E dyta, dhe kjo është ajo që e bën qeverit nervioze. Ky civilizim tjetër, me gjithë avantazhin e tij teknologjik mijëravjeçar ose miliard vjeçar, nuk ndodhet kudo dhe nuk është gjithfuqishëm. Ka lënë rënojat e tij dhe ka zhdukur, ka vdekur, ose ka largohet. Implikimi i dytë është po aq shqetësues sa i pari. Edhe civilizmet e avancuara fund. Ato nuk janë të pavdekshme. Teknologjia e avancuar nuk jep garanci ekzistense. Nëse civilizim që kishte miliarda vjet, avantazh teknologjik ndaj nesh gjendej mbi hënën tonë, mbi trupin qiellor më afër, dhe ai civilizim ka rënë, atëherë çfarë mund të na ndodhë neve? Por ka edhe interpretimi tjetër, optimistik. Ndoshta nuk rën, ndoshta u largua. Dhe ndoshta, ky largjim është arsyeja pse hëna mban rënojat e tij si dëshmi e lënë qëllimisht për ta, për atë lloj qenie inteligjente që do të kishte aftësinë të arrinte aty dhe të shikonte. Koncepti i sfidës kozmike qëllimshme, i propozuar fillimisht nga filozofi i shkencës Paul Davies në librin e tij The Eerie Silence, sugjeron se civilizimet e avancuara mund të lënë gjurmë të qëllimshme jo nëpërmjet transmetimeve radio, të cilat janë eficiente vetëm brenda distancave relative, por nëpërmjet artefakteve fizike të vendosura strategjikisht në vende të kapshme nga civilizime të reja spacefaring. Sipas kësaj logjike, hëna do të ishte vendosja ideale. Çdo qenie inteligjente që arrin nivelin e zhvillimit teknologjik dhe kozmologjik të nevojshëm, do të ketë arsye të eksploronte hënën si hap i parë jashtëtoksor. Artefakti lënë aty do të gjendej nga secili civilizim që arrin atë prag. Është lloji i komunikimit të ndërkivilizimues me kovonesë maksimale, por me eficiencë maksimale. Le të kthehemi në tokë, kuptimisht dhe fizikisht. Pavarësisht se çfarë gjendej ose nuk gjendej mbi sipërfaqen hënore gjatë viteve 70, pavarësisht se misioni Apollo 20 ndodhi ose jo, pavarësisht se Rutledge tha të vërtetën ose gënjeu, ekzistojnë pyetje publike legjime mbi transparencën institucionale të NASA-s dhe agjencive hapësinore botërore që meritojnë vëmendje demokratike. Hëna nuk është pronë private e qeverive. Traktati i hapësirës të jashtme i vitit 1967, i ratifikuar nga 146 vende, deklaron qartë se hapësira e jashtme, duke përfshirë hënën, nuk mund të jetë objekt i pretendimit kombëtar të sovranitetit. Pra ajo çfarë gjendet mbi hënë është, sipas ligjit ndërkombëtar, patent e gjithë njerëzimit. Nëse diçka e rëndësishme u gjet atje, qoftë gjeologjike, arkeologjike ose diçka tjetër, qytetarët e çdo shteti kanë të drejtë ta dinë, jo si privilegj, si të drejtë ligjore.
Dhe tani vim tek pyetja me të cilën çdo rrëfim i drejtë duhet ta mbyll. Çfarë duhet bërë? Jo si teori, si propozim praktik. E para, arkivat e klasifikuara NASA nga misionet Apollo duhet të deklasifikohen sistematikisht. Gjysmë shekull i ka kaluar. Argumenti i sigurisë kombëtare për fotografitë e shkëmbit hënor është i paarsyeshëm. E dita, misioni dedikuar shkencor, jo jushtarizuar, duhet të synojë rajonin Del Porti-Zac me instrument modern. Radar penetrues sipërfaqeje, spektrometri dhe kamera me rezolucion maksimal. Kostoja do të ishte minimale krahasuar me programet ekzistuese. Arsyeja e mungesës nuk është teknike. E treta, institucione akademike të pavarura, jo të lidhura me NASA ose agjenci qeveritare, duhet të kenë akses të drejt për drejt tek të dhënat e misioneve Lunar Reconnaissance Orbiter dhe Kaguya për analizë të pavarur të rajonit. Asnjë nga këto propozime nuk është ekstravagante. Asnjë nuk kërkon besimin në teori konspiratuese. Secila është thjesht transparentës shkencore dhe demokratike bazë. Ata që vendosën ta mbyllnin programin Apollo nuk na pyetën ne. Ata vendosen mbi kurisë të drejtën tonë kolektive të dijes. Nëse kishin arsye të mira, le t'i tregojnë. Nëse kishin sekrete, koha i ka maturuar ato sekrete mjaftueshëm sa të mos jenë më të rrezikshme. Dhe nëse nuk gjendej asgjë e rëndësishme atje, transparenca plot do ta provonte atë më shpejt se çdo mohim. Transparenca nuk dëmton asgjë kur nuk ka asgjë të fshehur, por mungesa e transparencës e zgjatur me vetdije për gjysmë shekulli dëmton besimin demokratik ndaj institucioneve që supozohet të punojnë në emrin ton. Ora mesnatës, sipas skemës son kozmike, po afrohet. Sipas modeleve klimatike, astrofizike dhe evolutive, ne kemi disa qindra vjet si qytetërim industrial, ndoshta disa mijëra nëse ecim mirë, ndoshta miliona nëse ecim jashtëzakonisht mirë. Pastaj, sipas termodinamikës, gjithçka ndryshon. Dielli do të zgjerohet, toka do të zihet, historia fizike e njerëzimit do të mbyllet. Çfarë do të mbetet nga ne? Çfarë do të gjejë civilizimi tjetër brenda galaktikës son ose jashtë saj, nëse do të kalojmë mbi koordinatat ku qëndronim ne? Ndoshta asgjë. Entropia është e pamëshirshme. Ndoshta diçka. Sondën Voyager e parë, shtyr pas kufive të sistemit ton diellor, me mesazhet e saj të gdhendura mbi pllaka ri. Voyager e parë do të jetë diku pranë yjeve tjetër brenda 26.000 vjetësh. Do të fluturojë nëpërmjet galaktikës son për 600 milion vjet. Pastaj, ndoshta, brenda galaktikave të tjera. Nëse civilizimi tjetër ekziston, me gjaz do ta gjejë ndonjëherë dhe do të di se kishim ekzistuar. Ndoshta kjo është zgjidhja e vërtetë e paradoksit të Fermi. Jo se janë aty dhe flasin, por se janë aty dhe dëgjojnë. Duke pritur që ne, si çdo civilizim tjetër para nesh, të dërgojmë mesazhin ton të parë, jo me radio, por me guximin e eksplorimit fizik dhe transparencën e dijes publike. Diçka e fundit, dhe e them drejt për drejt. Historia e Apollo 20, e vërtet ose jo, është pasqyrë. Ajo pasqyron frikën tonë ndaj të panjohurës. Dëshirën tonë për të qenë unik dhe njëkohësisht jo të vetmuar. Mosbesimin tonë ndaj institucioneve të pushtetit dhe, ndoshta mbi të gjitha, dëshirën tonë thellësore për të kuptuar vendin tonë në univers. Ato pyetje janë të vërteta pavarësisht nga rrëfimi, dhe ato meritojnë përgjigje të vërteta. Nëse NASA ka diçka të fshehur mbi hën, koha e zbulimit ka ardhur. Nëse nuk ka asgjë, le ta thot me transparencë totale dokumentare. Çdo rrugë tjetër dëmton vetëm besimin, por nëse, ose kur, njeriu kthehet mbi hën dhe arrin tek rajoni Del Porti-Zac, çfarë do të gjejë? Shkëmb dhe hi, si gjithë rrethina, ose diçka që ndryshon gjithçka? Ndoshta nuk do ta dim kurrë. Ndoshta do ta dim shumë shpejt. Por pyetja, kjo pyetje e madhe, nëse jemi të vetmit, nëse ishim të parët, nëse ka qenë dikush para nesh, kjo pyetje nuk ka zgjidhje komode. Ajo na bën shikoni nga qielli me sy të ndryshëm. Dhe ndoshta kjo është mjaftueshëm. Kini kuriozitet. Mos u mjaftoni me përgjigjet e lehta, as zyrtare, as konspiratore. Vazhdoni të pyesni. Sepse njeriu nuk është thjesht kafshë që zhviljon teknologji.
Njeriu është kafsha që kur sheh hënën pyet, çfarë gjendet atje? Dhe kur shkon atje pyet, çfarë gjendet më tutje? Ky kuriozitet, kjo refuzim i qetësisë intelektuale komode, është gjëja më njerëzore nga të gjitha. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, është gjëja që e shpëton universin nga heshtja e tij e ftohtë. Por para se të mbyllim kapitullin e madh të kësaj çështjeje, ka ende 3 dimensione të paeksploruar që i detyrojmë vetes si analizë ndershme. Dimensioni i parë ka të bëjë me vetë gjeologjinë hënore dhe ato çfarë dihet, por rrallë thuhet hapur, mbi historikun e formimit të regjolitit. Regjoliti hënor, shtresa sipërfaqësore e pluhurit dhe materialit të fragmentuar, formohet nëpërmjet bombardimit meteorik të vazhdueshëm gjatë miliardave viteve. Trashësia e tij varion nga 3 deri në 10 metra në rajonet mare dhe nga deri në 15 metra në rajonet terrae të vjetra. Ky regjolit funksionon si geologjike. Çdo ndryshim sipërfaqësor, qoftë nga impakti, nga aktiviteti i zakonshëm termik ose nga çdo burim tjetër, mbullohet nga akumulimi gradual i regjolitit me shpejtësi të matshme rreth 2 deri në 3 mm për milion vjet. Kjo do të thotë se objekti lënë mbi sipërfaqen hënore para 60 milion viteve do të ishte i varrosur në 12 deri 14 cm regjolit. Para 500 milion viteve në 70 cm deri 1 metër. Para 3 miliard viteve në 6 deri 9 metra. Nëse forma e Delport Isaac është objekt artificial dhe është pjesërisht e varrosur, siç sugjeron profili vizual, fellezia e varrosjes mund të tregonte moshën e objektit. Kjo analizë kërkon radar penetrues sipërfaqe. Kjo teknologji ekziston. Kostoja e vendoshjes së saj mbi sipërfaqen hënore do të ishte e moderuar. Arsyeja pse nuk është bërë nuk është teknike. Dimensioni i dytë ka të bëjë me vendet e tjera mbi hën, ku anomalit janë dokumentuar pavarësisht njëra tjetrës nga studiues të pavarur. Sheshi Shard, i quajtur kështu nga studiuesi Argosy Wilson në vitin 1972, është struktura vertikale e dukshme mbi sipërfaqen hënore afër kreteri mare Crisium. Imazet origjinale janë nga misioni Lunar Orbiter dhe janë publike. Struktura tregon profil vertikale jo konsistente me formacione geologjike tipike. Shkencëtarët e NASA se analizuan dhe konstatuan se QUOTE_21_21_ duke sugjeruar skenar si formime lavoqe ose efekte optike të këndit të ndriqimit. Drita e kopjes, raport i dokumentuar nga astronomët amatyr të dekadave të ndryshme dhe i kataloguar në regjistrin TLP, tregon ndriqime periodike mbi rajonin Aristarkus, i cili është zona me aktivitetin TLP më të lartë mbi sipërfaqen hënore. NASA e ka studiuar Aristarkus dhe ka konstatuar nivele të larta të gazit radon, gaz radioaktiv i çliruar nga aktiviteti i brendshëm. Por rajoni ka gjithashtu profile termike të pazakonta gjatë cikleve hënore që nuk shpjegohen vetëm nga radon. Krater Tycho, njëri nga krateret më të njohura dhe vizualisht karakteristike mbi hën, ka në qendrën e tij një kulm mjetësor të lartë 45 metra, karakteristik tipike e kratereve të impaktit të mdenj. Por skanimi me rreze X nga misioni SMART njësi evropian zbuloi profil kimik të gurit qendror që ndryshon nga rrethina kraterit me marza statistikore jo tipike. Ky rezultat u shpall si _QUOTE_22_ pa studim të mëtejshëm. Dimensioni i tretë, dhe ndoshta ai me peshën psikologjike dhe filozofike më të madhe, ka të bëjë me rolin e institucioneve fetare dhe kulturore ndaj pyetjes mbi praninë jo njerëzore. Vatikani, institucioni religjioz më i vjetër me vazhdimsi institucionale mbi tokë, ka marrë qëndrimin e tij zyrtar ndaj çështjes në mënyrë surprizante, jo mohues. Padre José Gabriel Funes, drejtori i Observatorit Astronomik të Vatikanit, deklaroi në intervistën historike të vitit 2008 me gazetën L'Osservatore Romano se prania e jetës inteligjente jashtëtoksore nuk do të binte ndesh me doktrinën fetare kristiane. Shtoi se nuk mund të vendosim limite tek liria krijuese e Perëndisë. Ky qëndrim nuk ndodhi rastësisht dhe nuk është gjest modest. Vatikani ka observatorin e vet astronomik të avancuar
Njohuritë ekzistenciale dhe intelektuale mbi implikacionet teologjike janë analizuar thellë, dhe deklarata zyrtare tregon se institucioni ka menduar me seriozitet mbi skenarët e kontaktit ose zbulimit. Kjo nuk provohen asgjë, por tregon se edhe institucioni me interes më të madh potencial ndaj destabilizimit doktrinor nga zbulimi jashtëtoksor ka bërë hapa të qëllimshëm drejt pajtimit teologjik me mundësinë. Tani flasim mbi çfarë ndodhi pas Rutledge dhe si çështja ka evoluar brenda komunitetit akademik. Pas publikimit të videove në vitin 2007, reaksioni akademik ndahej në 3 kategori. Kategoria e parë, shumica e menjëhershme, mohimi plot pa analizë. Kategoria e dytë, pakica e kujdesshme, analizë videove pa konkluzion të vendosur mbi autenticitetin. Kategoria e tretë, grupi i vogël, fokalizim jo mbi videot, por mbi pyetjet sistematike mbi programin Apollo dhe transparencën NASA. Kjo kategori e tretë, e vogël por metodologjikisht më e rëndësishme, ka prodhuar literaturën akademike më me peshë. James Oberg, inxhinierej veteran NASA dhe shkrimtari i shumë librave mbi programin hapësinor, ka argumentuar sistematikisht se historia zyrtare e NASA-s ka pasaktësi dhe lëshime të dokumentuara, edhe pa pranuar ndonjë nga pretendimet specifike të Rutledge. Oberg është ndër skeptikët më të informuar mbi konspiracionet hapësinore, dhe megjithatë ka identifikuar pyetje të pa ju përgjigj brenda narrativave zyrtare. Nick Pope, zyrtari më parshëm i Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, i cili kishte pozicion zyrtar mbi raportet e objekteve të pa identifikuara hapësinore, deklaroi se qeveritë perëndimore kanë protokolle specifike mbi menaxhimin e informacionit sensitiv hapësinor, dhe se ato protokolle janë aktive, jo të arkivuara. Çfarë do të thotë gjithë kjo konkretisht? Do të thotë se ndodhemi brenda skenës të paradoksit specifik të njohjes institucionale. Institucioni NASA ka burime, kapacitete dhe akseset e nevojshëm për t'i dhënë fund diskutimit brenda ditësh. Mund të publikojë çdo dokument të arkivit Apollo. Mund të caktojë mision të drejtuar drejt Delporti Zak. Mund të lëshojë deklaratë të detajuar ligjore mbi historikun e misioneve Apollo dhe bazën e vendimeve buxhetore të vitit 1972. Nuk ka bërë asnjë nga këto gjëra. Jo kur, jo plotësisht, jo me transparencë të verifikueshme të pavarur. Ky refuzim i transparencës, pavarësisht nga çdo arsye specifike, krijon hapësirë dhe mban gjallë diskutimet. Çdo teori konspiracioniste që ekziston mbi NASA ushqehet para çdo gjëje tjetër nga mungesa e transparencës. Transparenca e plot do ta eliminonte jo vetëm teorinë e Apollo 20, por çdo teori serioze konspiratuese. Dhe vetë fakti se ajo transparencë nuk ekziston, na kujton se dikush ka vendosur që mos të ekzistojë. Ai vendim ka pasoja intelektuale dhe demokratike reale. Le të japim fjalën fundit figurave historike. Carl Sagan, astrofizikani dhe kozmologu i madh amerikan, tha njëherë frazën që ka mbetur si pika e referencës metodologjike. Ky parim është i saktë dhe i domosdoshëm. Por Sagan vetë shtonte shpesh diçka tjetër, diçka që citohet shumë më rrallë. Kërce. Quote, kërce. 45 kërce. Dy parimet bashk na japin kornizën e duhur, nuk mund të besojmë pa prova, por nuk mund të mohojmë vetëm sepse nuk kemi prova. Çfarë kemi? Kemi anomali, kemi boshllëqe, kemi pyetje pa përgjigje. Kemi koordinata korekte, kemi heshtje strategjike, kemi dokumente të redaktuara, kemi refuzim sistematik të transparencës. A janë këto provat e jashtëzakonshme? Jo. A janë provat të mungesës? Gjithashtu jo. Janë prova të pyetjeve të paju përgjigj. Dhe pyetjet e paju përgjigj, kur janë aq sistematike dhe aq të qëndrueshme si ato mbi programin Apollo, janë gjëja më e çmuar në metodën shkencore. Kemi lecuar historinë, kemi analizuar faktet, kemi dalluar pretendimet nga evidencat. Kemi trajtuar me respekt si skeptikët ashtu edhe ata që ndjekin pisten e anomalive. Por ende nuk kemi përgjigjen. Ndoshta nuk do ta kemi kur plotësisht brenda sistemit aktual institucional. Ndoshta programi Artemis, kur kthehet njeriu mbi hën, do të sjellë të dhëna publike mbi rajonin Delporte Izak dhe do të mbyll debatin me fakte të verifikueshme. Ndoshta ato të dhëna do ta konfirmojnë thjeshtësinë gjeologjike të rajonit. Ndoshta do të tregojnë diçka tjetër. Ndoshta, siç shkruaj filozofi i shkencës Thomas Kuhn,
Do të duhet ndryshim paradigmë total para se të mund të pyesim pyetjet e duhura dhe të kuptojmë përgjigjet. Shikoni hënën mbrëmjen e ardhshme nëse qyli është i kthjellët. Ajo është aty, e madhe, e qetë dhe enigmatike si gjithmonë. Nga largësia e rreth 364.000 kilometrave, ajo ndricon me dritë të reflektuar nga dieli ynë. Dieli formuar nga materia e shpërndar pas shpërthimeve të yjeve paraprijese. Ajo ka qenë aty ku gjakuesi par hominid ngriti shikimin nga savana afrikane dhe e pa. Ka qenë aty kur Galileo Galilei pikturoi shembujt e parë shkencor të sipërfaqes së saj me teleskopin e tij primitiv. Ka qenë aty kur Neil Armstrong, me gjysmë miliard njerëz duke parë televizionet, bëri hapin historik dhe tha fjalet e famshme. Dhe ka qenë aty, e heshtur dhe enigmatike, gjatë gjithë debatit ton sot. Çfarë fshihet mbi sipërfaqen e saj të anës së errët? Aktualisht, ndoshta vetëm shkëmb dhe hi dhe vakum. Ndoshta diçka tjetër. Ndoshta diçka që ndryshon gjithçka. Por pyetja nuk është vetëm ajo. Pyetja e madhe është: pse, 50 vjet pas vizitave tona të para, ende nuk e dim me siguri? Pse ende nuk jemi kthyer si shoqëri e lirë dhe transparente, me kamera publike dhe transmetime live dhe shkencëtar të pavarur, për të eksploruar plotësisht këtë trup qiellor afër nesh? Kjo pyetje meriton përgjigje. Jo nga teoricienët e konspiracionit, jo nga mohuesit e refleksit, por nga vetë institucionet tona demokratike dhe shkencore. Jeni të gatshëm ta kërkoni atë përgjigje, ose do të kënaqeni me heshtjen institucionale? Sepse heshtja nuk është përgjigje. Heshtja është zgjedhje. Dhe çdo zgjedhje ka pasoja. Tani do të hyjmë në territorin ku shkencëtarët serioz flasin me kujdes dhe me ton të ulur, ku revistat akademike refuzojnë publikime jo për shkak të metodologjisë, por për shkak të temës, dhe ku financimi i hullumtimit tahet misterioze kur pyetja bëhet shumë specifike. Kjo nuk është teori, është realiteti dokumentuar i kulturës akademike bashkohore dhe shpjegon diçka të rëndësishme për të gjithë diskursin ton mbi Apollo 20. Sociologu i shkencës David Hess i Universitetit Vanderbilt të Tennessit ka studiuar për mbi 20 vjet fenomenin e kuote 66 brenda shkencës akademike. Jo censurën burokratike të qeverive, por presionin social dhe financiar që vepron brenda universiteteve dhe revistave shkencore. Hess argumenton se ekziston lista e padokumentuar, por e njohur gjerësisht brenda komunitetit, e temave që mbi ato tema publikon vetëm ai që ka tashmë tenure dhe reputacion të konsoliduar, sepse kostoja e rrezikimit është shumë e lartë. Anomalit hënore janë mbi atë listë, jo sepse janë pseudoshkencë automatikisht, por sepse shoqëria me teoricienët e konspiracionit dhe me kulturën populore sensacionaliste i ka ngarkuar me stigmë institucionale shumë të fortë. Shkencëtari i ri i karrierës që publikon analizë serioze mbi anomalin Delport Isaac rrezikon të katalogohet me teoricienët e konspiracionit në mendjet e kolegëve dhe komisioneve të financimit. Kjo stigmë është e padrejtë, por është reale. Ky mekanizëm ka pasoja konkrete dhe të matshme për historinë tonë specifike. Nëse do të kishte prova të qarta mbi Apollo 20, si do të dilnin ato jashtë? Jo nëpërmjet kanaleve zyrtare siç kemi parë, por gjithashtu jo lehtësisht nëpërmjet rrugëve akademike standarde, për arsyet e sipërpërmendura. Whistleblowers si Rutledge mbeten kanali kryesor, dhe ky kanal ka probleme serioze verifikueshmërie për të cilat kemi folur. Kjo krijon çark të mbyllur. Provat zyrtare janë të klasifikuara, rrugët akademike janë të bllokuara nga stigma, dhe vetëm burimet e paverifikueshme flasin. Pastaj, burimet e paverifikueshme rrëzohen me argumentin e paverifikueshmërisë. Çarku mbyllet pa nxjerr asnjëherë diçka nga brenda. A është ky çark i krijuar me qëllim? Nuk mund ta dim, por funksionon si i qëllimshëm, pavarësisht origjinës. Ka diçka tjetër shqetësuese. Ndryshimi i politikës së NASA-s ndaj transparencës mbi periudha të ndryshme kohore. Gjatë viteve 60, NASA operonte me nivel të jashtëzakonshëm transparence publike. Transmetime televizive live, konferencat e shpeshta shtipi, publikimet e menjëhershme të fotografive, gjithçka i nënshtroi skrutinit publik. Por ekzistonte gjithmonë paralelisht edhe shtresa e programeve të klasifikuara me rregulla krejtësisht të ndryshme.
Dr. John Logston, historian i programit hapsinor dhe drejtori i Institutit të Politikave Hapsinore pranë Universitetit George Washington, ka dokumentuar saktësisht se si linja e ndarjes midis programit publik dhe atij të klasifikuar funksiononte gjatë periudhës Apollo. Ai argumenton se shumë vendime aparentisht teknike ose buxhetore kishin faktor ushtarak dhe të sigurisë kombëtare si motivues kryesor, faktor që nuk u komunikuan kur publikisht. Logston nuk pohon asgjë mbi Apollo 20, por hedh dritë mbi mekanizmin me të cilin vendime me natyrë krejtësisht të ndryshme paraqiten si vendime rutinë buxhetore. Prijetjet e mbetura pa përgjigje janë 3 dhe secila meriton trajtim individual. Pyetja e parë. Si mund të kishte mbajtur sekret misioni Apollo 20 kur kaq shumë njerëz do të duhej të përfshiheshin? Ky është kundër argumenti klasik ndaj çdo konspiracion të madh, por ka disa konsiderata. Numri real i personave me njohuri të plota do të kishte qenë shumë i vogël, ndoshta 20 deri 40 persona në nivelet e vendimarrjes. Personeli teknik do të kishte njohuri fragmentare, duke ditur vetëm pjesën e vet specifike të punës, pa kontekstin e plot. Kjo metodë ndarjes së informacionit është standarde në programet ushtarake të klasifikuara. Programi Manhattan i bombës atomike u mbajt sekret me mbi 100.000 persona të punësuar, shumica pa dienie të plot mbi natyrën e projektit. Pyetja e dytë. Nëse gjeti diçka kaq dramatike, se nuk është bërë zbulim publik në 50 vjet? Kjo pyetje supozon se zbulimi publik do të kishte qenë opsioni i preferuar. Por imagjinoni skenarin konkret. Viti është 1973. Bota ndodhet në mes të luftës së ftohtë. SHBA sapo ka dalë nga Vietnami me plagë politike të thella. Presidenti Nixon është në mes të skandalit Watergate. Ekonomia globale ka goditur krizën e parë të naftës. Brenda kësaj ambienti, qeveria zbulon teknologji jo njerëzore mbi hyn. Panik publik, krize sistemeve fetare dhe ideologjike. Shpërbërja e rivalitetit SHBA-BRSS me kosto politike të pallogaritshme. Vendimi për heshtje brenda atij konteksti nuk ishte çmenduri. Ishte llogaritje e ftohtë. Pyetja e tretë. Pse tani, pas 50 vitesh, Kjo pyetje bëhet gjithnjë më urgjente, sepse konteksti ndryshon. dëgjimet e Kongresit Amerikan mbi UAP të ndodhen. Qeveritë e shumë vendeve deklasifikuan dosje mbi objektet e paidentifikuara hapsinore. Avi Loeb themeloi projektin Galileo me financim privat për hetimin shkencor sistematik të teknologjisë hapsinore potenciale jo njerëzore. Diçka po ndryshon. Ngadalë institucionale, jo dramatikisht, por drejtimi është i qartë. Tani le të hedhim syt mbi mozaikun e plot para se të mbyllim. Kemi eksploruar anulimet e papritura të vitit 1972, fotografitë e klasifikuara të rajonit Delport Isaac, koordinatat e verifikueshme të Rutledge, heshtjen strategjike të Aleksej Leonov deri në vdekje, ekzistencën e konfirmuar të astronautëve sekret nëpërmjet programit MOL, dokumentet e deklasifikuara të CIA-s me referenca ndaj misioneve shtesë jashtë programit publik, analizën filmike të Clarkson dhe analizën gjeologjike të Crater, paradoksin e Fermi dhe implikacionet statistikore të inteligjencës jashtëtoksore, argumentin e Avi Loeb mbi Oumuamua dhe dëgjimet e Kongresit Amerikan mbi UAPT. Asnjë nga këto nuk provohet se Apollo 20 ndodhi, por asnjë nuk e mbyll çështjen me qetësi intelektuale të plot. Gjendet brenda kësaj tabloje diçka shumë specifike. Ne, si qytetar të shoqërive demokratike, kemi të drejtë të dimë historinë e plot të programeve hapsinore të financuara me paratë tona. Jo versione të selektuara, jo lëshime me redaktime. Jo __QUOTE_48_. Transparencë të plot me metodologji verifikimi të pavarur. Kjo e drejtë ekziston pavarësisht nëse Apollo 20 ndodhi apo jo, pavarësisht nëse diçka u gjet atje apo nuk u gjet. Dhe pastaj ka dimensioni kozmik i kësaj pyetjeje. Nëse diçka u gjet atje, nëse prania jo njerëzore konfirmohet, çfarë do të thotë kjo për universin ton? do të thotë se nuk jemi anomalia. Do të thotë se jeta inteligjente ka shfaqur veten të paktën 2 herë brenda të njëjtit sistem diellor të vogël, brenda të njëjtës qoshe të një galaktike periferike midis 2 trilion të tjera. Nëse kjo ka ndodhur 2 herë këtu,
Probabiliteti statistikor sugjeron se ka ndodhur miliarda herë në përgjithësinë. Nuk do të ishim të vetmit. Nuk do të ishim madje të rrallë. Do të ishim vetëm një nga shumë, secili duke ecur rrugën e vet nëpër kompleksitetin e universin. Kjo njohje do të ishte ndryshimi i dytë më i madh perspektiv në historinë intelektuale njerëzore. I pari ishte kuptimi se toka nuk është qendra e gjithësisë, realizimi i Kopernikut dhe Galileos. I dyti do të ishte kuptimi se njeriu nuk është qendra e qëllimit biologjik të gjithësisë. Të dyja ndryshimet sa trembën aq dhe çliruan. Sepse humbja e qendrores nuk do të thotë humbje e rëndësisë, do të thotë shtrirje e perspektivës drejt gjithçkaje që ekziston. Shikoni hënën mbrëmjen e ardhshme, nëse qilli është i kthjellët. Ajo është aty, e madhe, e qetë dhe enigmatike si gjithmonë. Nga largësia e rreth 364.000 kilometrave, ajo ndriçon me dritë të reflektuar nga diellin. Ka qenë aty kur gjuetari i parë hominid ngriti shikimin nga savana afrikane dhe e pa. Ka qenë aty kur Galileo pikturoi sipërfaqen e saj me teleskopin primitiv. Ka qenë aty kur Neil Armstrong bëri hapin e famshëm. Dhe ka qenë aty, e heshtur dhe enigmatike, gjatë gjithë debatit tonë sot. Çfarë fësijet mbi sipërfaqen e anës së saj të errët? Ndoshta vetëm shkëmbë dhe hi dhe vakum? Ndoshta diçka tjetër? Ndoshta diçka që ndryshon gjithçka? Pyetja nuk është vetëm ajo. Pyetja e madhe është kjo. Pse, 50 vjet pas vizitave tona të para, ende nuk e dim me siguri? NASA ka burimet, ka teknologjinë, ka mandatin, ka financimin publik. Çfarë i mungon? Ndoshta vullneti, ndoshta leja. Ndoshta ka diçka tjetër, diçka që ne nuk e dim dhe nuk na është thënë. Sepse heshtja nuk është përgjigje. Heshtja është zgjedhje, dhe çdo zgjedhje ka pasoja. Jeni të gatshëm ta kërkoni atë përgjigje, ose do të kënaqeni me heshtjen institucionale, me dokumentet e redaktuara, me arkivat e mbyllura 50 vjet pas faktit? Historia njerëzore është histori e pyetjeve të pa ju druajt t'i bësh. Kopernikus pyeti, Galileo pyeti, Darwin pyeti, Einstein pyeti. Të gjithu ndeshën me rezistencë institucionale dhe kulturore. Të gjithë kishin të drejtë. Pyesni, dyshoni, hulumtoni. Sepse pyetja e pa ju druajtur bërë është e vërteta e pare hedhur poshtë pa u kuptuar. Pavarësisht nëse misioni Apollo 20 ndodhi apo nuk ndodhi, historia e tij na tregon diçka të thellë mbi njerëzimin si lloj. Na tregon si menaxhojmë informacionin e pakëndshëm, si ndërtojmë dhe mbrojmë rrëfimet zyrtare, si reagojmë ndaj pyetjeve që destabilizojnë strukturat ekzistuese, dhe si trajtojmë ata që bëjnë pyetjet e gabuara në kohën e gabuar. Kjo është e rëndësishme jo si kritike NASA-s apo e qeverive, është e rëndësishme si vetnjohje kolektive. Njeriu është kafsha narrative. Ndërtojmë rrëfime mbi vendin ton në univers, mbi origjinën ton, mbi rëndësinë ton. Ato rrëfime janë të nevojshme psikologjikisht, politikisht dhe kulturalisht. Ato japin qendër, kuptim dhe drejtim, por ato gjithashtu, nganjëherë, fshejnë të vërteta që do t'i dëmtonin. Filozofi Frances Patricia Churchland e Universitetit të Kalifornisë San Diego ka argumentuar se aftësia njerëzore për vetë mashtrim kolektiv për ndërtimin e konsensit social mbi narrativa false ose jo të plota është biologjikisht e rrënjosur. Jo si devijim patologjik, por si mekanizëm adaptiv. Grupet njerëzore mbjetojnë më mirë me rrëfime të qëndrueshme se me kaos faktik të pamundur të integrohej. Kjo na shpjegon shumë. Jo si justifikim, por si realitet. Ka edhe dimensioni teknologjik që shpesh anashkalohet në diskutimet mbi transparencën hapësinore. Brenda 50 viteve nga fluturimet Apollo, teknologjia ka ndryshuar strukturalisht dinamikën e sekretit institucional. Satelitët komercial sot ofrojnë rezolucion fotografik mbi sipërfaqen hënore që NASA nuk mund ta kontrollonte gjatë viteve 60. Instituti privat i teknologjisë hapësinore i Elon Musk, SpaceX, dhe kompanitë e tjera private hapësinore nuk kanë të njëjtat detyrime klasifikimi si agjencitë qeveritare. Misioni Chandrayaan i Indis dhe misionet kineze hënore Chang'e janë jashtë kontrollit të NASA-s dhe të qeverisë amerikane.
Kjo do të thotë se nëse diçka ekziston mbi sipërfaqen hënore dhe nëse është vizualisht e dukshme me rezolucion të mjaftueshëm, e vërteta nuk mund të mbahet sekret përgjithmonë. Ndonjë kamera private, ndonjë sond kombëtare e pavarur, ndonjë teleskop tjetër, do ta gjej dhe do ta publikoj. Kjo është arsyeja tjetër pse pyetja po bëhet gjithnjë më urgjente tani, pikrisht kur demokratizimi i hapësirës ndodh. Nëse ka diçka atje, nuk mbetet sekret gjatë. Dhe ata që e kanë mbajtur sekret e dinë shumë mirë. A mund të jetë se po jetojmë pikrisht në prag të zbulimit të madh? Nuk e dim. Por konteksti i viteve të fundit, dëgjimet e Kongresit, pohimet e zyrtarëve të lartë të inteligjencës, ndryshimi i politikës publike të NASA-s ndaj UAP-ve, gjithçka sugjeron se diçka po ndryshon brenda strukturave institucionale. Jo shpejt, jo dramatikisht, por ndryshon. Ndoshta brenda 10 ose 20 viteve, kur misionet Artemis të kthejnë njeriu mbi hën dhe kur rezolucioni fotografik i pavarur të bëhet i mjaftueshëm, do të dim përfundimisht. Ose ndoshta do të vazhdojmë të jetojmë me heshtje dhe pyetje, por pyetjet janë, në vetvete, diçka e çmuar. Ato na mbajnë të hapur. Ato na mbajnë kurioz. Ato na kujtojnë se historia zyrtare nuk është gjithmonë historia e plot. Dhe kjo, pavarësisht nga çdo gjë tjetër, është mësimi i vërtet i Apollo 20. Historia njerëzore është e mbushur me momente kur pyetja e saktë u bë në kohën e gabuar dhe u hodh poshtë nga institucionet. Shtypja e teorisë heliocentrike, refuzimi fijestar i tektonikës së plakave, skepticizmi ndaj mikrobeve si shkaktar të sëmundjeve. Çdo herë institucioni ka rezistuar para se të pranonte. Çdo herë e vërteta ka fituar, jo sepse ishte e fortë, por sepse ishte e vërteta. Nëse Apollo 20 ndodhi, e vërteta do të dalë, jo sepse institucionet do ta lejojnë, por sepse universi nuk ka mekanizëm për mbajtjen e sekretit përgjithmonë. Kamera private do ta gjej, sonda e pavarur do ta fotografoj, dokumenti deklasifikuar do të rrjedh. Nëse nuk ndodhi, edhe kjo do të bëhet më e qartë me kalimin e kohës dhe rritjen e transparencës. Çfarë mendoni ju, pasi kemi kaluar në përgjithë këtë rrugtim? A besoni se historia zyrtare e programeve hapësinore të luftës së ftohtë është e plotë? Apo mendoni se ka faqe të palecuara akoma? Universi pret, hëna rrotullohet dhe ana e saj